Mbrëma, të nderuara zonja e zotrinj, ka disa aksione, reforma të qeverisë që duket se kanë ardhur në një fazë bërje bilancesh, jemi në prag të muajit të fundit të këtij viti, por edhe muaji i parë i vitit të tretë i qeverisjes drejtuar nga kryeministri Rama. Sonte do të merrem me një aspekt që është po aq i rëndësishëm sa të gjithë tjerë që kemi analizuar në këtë studio, do të merrem me kulturën, trashëgiminë dhe mënyrën se si po ruhen ato. Njaftuara ime. Mirela Kumbaro, Ministre e Kulturës, e ardhur nga shoqëria civile, ka nisur punën në këtë dikaster me premtimin për të rilindur artin dhe kulturën në Shqipëri. 2 vjet pas drejtimit të kësaj ministrie, problemet vazhdojnë të shfaqen si në administrim, në legjislacion, ashtu dhe në terren, në përparqe arkeologjike në vend, ku kantiret janë të hapura dhe reformat pritet të japin frytet e tyre. A doja dal Ministre e Kulturës të kthejë artin në vendin që i takon, edhe pse me një buxhet të ri jo shumë premtues. Mirëmbrëma zonja Kumbaro, në prezantim flisnim shkurtimisht për sfidat që ju presin, për reformën, për administratën, për buxhetin që keni. Meqense jemi në ditët kur po analizohet buxheti, ju mjaftoi? Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Ta nis nga sfidat. Padyshim që sfida bëhet edhe më e madhe sa më shumë kalon koha në detyrë, sepse hyn në një fazë ku krahasimi bëhet tashmë me vetveten dhe nga një vit në tjetrin. Sapo kemi hyrë në vitin e tretë të detyrës dhe të marrjes së një përgjegjësie shumë të madhe që është menaxhimi dhe administrimi i trashëgimisë kulturore, ashtu sikurse dhe gjithë rezultatet që kanë filluar të japin tashmë reformat e kryera në fushën e artit dhe të kulturës. Dhe është një moment interesant për të bërë jo vetëm analizën e buxhetit dhe të parave, por të bërë analizën e punës. Në qoftë se do t'i jepnim një përgjigje si batut, sigurisht parat s'mjaftojnë asnjëherë. Po jo sepse s'mjaftojnë në vlerë absolute, po sepse rriten gjithmonë më shumë kërkesa, sa më shumë punë bën dhe sa më shumë fronte të reja punë e ham. Dhe besoj që nëse do të bënim një përkufizim të vitit që na pret për Ministrinë e Kulturës, do ta quaja pa frikë viti i kantiereve të mëdha, viti i investimeve të mëdha në kulturë. Ky që do të vi. Po, ky që do të vi, por që të vijë ai vit, në këtë vit janë bërë gjithë përgatitjet, sepse ka gjithmonë një fazë përgatitore, ka një fazë strategjish, ka një fazë hartimit projekteve, ka një fazë analize për të përcaktuar cilat janë prioritetet, dhe viti 2016 do jetë viti i vazhdimit. Po të kujtoj që në vitin 2014 kanë filluar jo pak kantiere në kulturë, siç është ndërtimi i Muzeut të ri Marubi në Shkodër, siç është ndërtimi i Muzeut të ri i kulturës mesjetare i koleksionit të ikonave në Korç, po kështu ka filluar restaurimi i teatrit Migjeni në Shkodër, puna për ndërtimin e teatrit të ri në Korç, dhe ndërkohë kemi hyrë në fazën përfundimtare të projektit për teatrin e ri në Tiranë dhe po punohet projekti për restaurimin e plotë të teatrit të operës dhe baletit, sa për të përmendur disa shembuj. Mirë, se do të marrim pak me radhë shembuj, se për shembull pash tek një nga projektet që do të jetë në këtë vit i financuar i mbështetur ishte Muzeu Arkeologjik i Durrësit, kati i dytë. Kam përshtypjen që u prende dëshiritat e katit të parë apo bëhen faza të ndryshme. Muzeu i Durrësit është një rast shumë interesant. Muzeu i Durrësit e ka filluar, ka një historik të gjatë. Nuk bëhet fjalë për një muze të ri, bëhet fjalë për një godinë fillimin të viteve 2000, madje edhe më i hershëm, po le të themi në fazën në formën paksa më finale. Në vitin 2010, shteti shqiptar nxjerr një fond për $1.200.000, është një shumë e konsiderueshme kjo, vetëm për restaurim të mureve të jashtme të atij muzeu që ishin tashmë ekzistueshme, thjesht beton dhe hekura. Muzeu ndeti i mbyllur ndonë se angazhimi ishte për të mbaruar brenda një viti, sepse bëhej fjalë për restaurim të godinës ekzistuese, mbeti i mbyllur 4 vite rresht. Dhe në momentin që ne morëm detyrën, nuk gjetëm absolutisht asnjë investim lidhur me muzealizimin, lidhur me realizimin final të muzeut, sistemin e aklimatizimit dhe gjithçka që ishte brenda. Me një fond prej rreth $70.000, për ta shprehur në shifra më thjeshta,
i hym me një sulm të përshëndruar me forcat e brendshme të Drejtorisë Rajonale të Durrësit dhe të Institutit Monumenteve të Kulturës dhe të Ministrisë dhe realizuam një punë gjigande që ka të bëjnë nga ato punët që nuk shifen, sidomos që kanë të bëjnë me restaurimin e rreth 2700 artefakteve, sepse është muzeu më i pasur arkeologjik në Shqipëri që kemi, me 3600 artefakte, të pa restauruar asnjëherë që nga periudha kur ishin gërmuar dhe bëhet fjalë për vitet 50, 60, të akumuluara në vite. Një thesar jashtëzakonshëm që nga qelçi, porcelani, ari, bronzi, mermerit dhe materialet tjera, të cilat janë kaluar një për një, janë restauruar, u ngrit laboratori, u mbarua gjithë muzealizimi dhe pjesa, le të themi 80% e këtij muzeu u ndërtua pikërisht të vit dhe muzeu është hapur në prill me pjesën më të madhe të këtij muzealizimi që është shkati i parë dhe pjesa më e pasur e muzeut, ndërkohë po punohet në këtë periudhë që flasim. E mora si shembull, për të mos ndalur vetëm tek Muzeu Arkeologjik. Por ajo që është interesante që ka pasur një sukses jashtëzakonshëm, vetëm në 3-4 muaj ka pasur mbi 10.000 vizitorë, ndërkohë që për vite të tëra kishte mbetur i mbyllur. Tregon që vërtet është bërë një funksionoi ai investimi për absolutisht. Gjatë vitit të kaluar. Jo, është gjatë këtij viti. Gjatë këtij viti, po këtë vit. Madje ka filluar dhe ju thoni që ka reaguar edhe vizitorët kanë qenë të shumë. Vizitorët kanë qenë shumë jo vetëm në atë muze. Besoj që është një kënaqësi të konstatojmë se çfarë rritje kemi pasur në këto 2 vite në vizitorë dhe në të ardhura. Më duhet të them që po të bëjmë, më ka qenë dhe kjo një periudhë analize dhe një periudhë studimi në fushën e trashëgimisë kulturore dhe pa rritur në mënyrë të egzageruar apo të ndjeshme investimet në fushën e trashëgimisë, reforma në trashëgimi ka konsistuar në përmbysjen e sistemit të menaxhimit, në një sistem më të mirë kontrolli dhe në një mekanizëm shumë të fortë promovimi. Kjo ka bërë që në 2 vite ne të kemi 2 fishuar numrin e vizitorëve dhe janë 3 fishuar numri të ardhurave. Mund të marr vetëm një shembull fare të vogël, Beratin. Është shumë interesante si rast. Në Berat kemi 2 muze, Muzeun Etnografik dhe Muzeun Onufri. Janë bërë investime shumë të vogla në mirëmbajtjen, në përmirësim, por sidomos është përmirësuar cilësia e shërbimit, është përmirësuar promovimi dhe gjithë jeta brenda muzeut dhe është përmirësuar prezantimi i tij. Në vitin 2011 kishim 9.500 vizitorë. Në vitin 2013 7.300 vizitorë. 15.000 vizitorë në 2014, 22.500 në vitin 2015. Dhe ende s'ka mbaruar viti 2015. Dhe po them, këtu kemi të bëjmë vetëm është fal një reforme që ka të bëjë në menaxhim, në kontroll dhe në promovim. Mirë, kur ju dëgjon zënja Kombaro, dikush që na ndjek në këtë moment dhe thotë po flasim për kulturë, se pas ka shumë shifra. Kaq vizitorë këtu, kaq aty. Kam shënuar që kultura është më shumë se sa shifra. Atëherë, përderisa folëm për menaxhim, folëm për reforma, ka një moment kur gjërat duhen të bëhen të matshme. Dhe duke qenë se ndoshta nga që jemi në periudhën e analizimit buxhetit, duam dhe kur flasim për para publike, jemi të detyruar që të kemi një mekanizëm kontrolli dhe të kemi disa parametra matës. Dhe këto parametra matës, statistikat nuk të lënë. Jo, dakor, po. Megjithatë janë shtuar për shkak të menaxhimit më të mirë këto vizitor apo kanë ardhur vizitorë në Shqipëri dhe kanë parë muzeun në Berat. Tani që kemi një rritje të ndjeshme të vizitorëve në 2 vitet e fundit, kjo është evidente, jo vetëm në qendrat e trashëgimisë kulturore. Po kjo është merit e menaxhimit të institucioneve? Pra, duhet ta jap përgjigjen. Duke qenë se unë ja u dhash shifrat në 3 vite rresht, duke përfshirë dhe 2013, dhe 2014 dhe 2015, dhe duke qenë se shtova gjithashtu, ju dhash shembullin e Durrësit ku kemi bërë një investim të dukshëm. Pra, merita është dhe investimit dhe menaxhimit. Ju dha shembullin e Beratit, kur nuk bëhet fjalë për menaxhim për para të madhe të investuar, po bëhet fjalë vetëm për mikromenaxhim. Dhe është vetëm mënyra se si është performuar gjatë këtyre 2 viteve nga Ministria e Kulturës dhe nga stafi i muzeve dhe i Drejtorisë Rajonale dhe promovimi shumë i madh që i është bërë vlerave muzeale të vendit tonë. Se kemi thesare të jashtëzakonshme, por jo gjithmonë dim t'i vlerësojmë dhe dim t'i tregojmë. Dhe unë ja vë këtë merit absolutisht punës së jashtëzakonshme të stafit dhe të njerëzve që punojnë, sistemit të kontrollit dhe promovimit të vlerave. Dhe prandaj u dhash 2 shembuj, Beratin edhe Durrësin, ku në njërin kemi investim, te tjetri s'kemi, po kemi vetëm mirë menaxhim. Po në të dyja rastet janë raste suksesi. Në të dyja rastet mund të jap edhe të tjera. Jo, e lëm. Shkodra është një rast fantastik. Unë e di që ju do shikoni vetëm pjesën e suksesit, po ka edhe shqetësime, besoj. Patjetër që ka. Për shembull, menaxhim të institucioneve, kur ju thoni a ka funksionuar,
harmonizimi punës, a kanë bashkëpunuar institucionet me njëri tjetrin? Po. Kam dhe një shembull konkret pas përgjigjes suaj. Okej, patjetër. Atëherë, një ndër gjërat që kemi konstatuar që në fillim që unë e quaj si një ndër ato gjërat që nuk shkonte në sistemin e trashëgimisë, ka qenë një le të themi shkëputje midis institucioneve. Janë 3 hallkat kryesore që luajnë një rol në menaxhimin e trashëgimisë. Është Ministria, politikë bërëse, janë 2 institucione, 2 nga, se ka disa institucione qendrore, por nëse të rrim strikt tek trashëgimia materiale, është Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, dhe janë drejtoritë rajonale. Po. Në momentin që morëm detyrën, konstatuam një shkëputje totale midis këtyre 3 aktorëve. Ndërkohë që me shkëputje nuk kuptojmë, nuk kishte komunikim, nuk kishte bashkëpunim. Po, në qoftë se ne kemi qenë të penalizuar deri në vitin 2013 shumë rënd nga UNESCO, një ndër arsyet nuk ka qenë vetëm pasojat e rënda, ndërtimet e paligjshme, vjedhjet, dëmtimet në trashëgimi, por një ndër problemet ka qenë mungesa e komunikimit të shtetit shqiptar të institucioneve të trashëgimisë me UNESCO-n. Dhe kjo vinte edhe se s'kishte komunikim dhe brenda për brenda. Për hir të së vërtetës, dhe kishte përcjellje, le të themi, kompetencash dhe përcjellje të fajit sepse nuk komunikojmë me UNESCO. Kishte fare përcjellje, kishte përcjellje do ishte mirë, po s'kishte fare përcjellje, kishte ndërprerje komunikimi. Dhe ajo dhe mungesë profesionalizmi në drejtoritë rajonale. Si u zgjidh ky? Atëre, ky viti i parë ka qenë pikërisht viti i reformës, ku ne përmbysëm komplet skemën ekzistuese. Ka pasur 9 drejtori rajonale dhe ne i reduktuam në 6, por rritën numrin e sektorëve duke bërë një mbulim më të mirë të territorit në të gjithë vendin. Vendosëm një komunikim permanent midis drejtorive rajonale, midis 2 institucioneve qendrore, IMK dhe ASHA, që është Arkeologjia dhe Monumentet e Kulturës, dhe Ministri. Dhe në mënyrë obligative asnjë vendim nuk merret. Në qoftë se të 3 palët nuk e japin mendimin e tyre. Pra institucionet e specializuara në qendër, drejtoritë rajonale që janë gjithmonë më shumë qendra ekspertize dhe Ministria e Kulturës. Dhe shembulli ideal për shembull janë shumë interesante mbledhjet e Këshillit Kombëtar të Restaurimeve ose mbledhjet e Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë, të cilat që nga janari 2014 janë të hapura, janë publike, janë transparente, botohen online vendimet të gjitha, marrin pjesë që të gjithë dhe asnjë vendim, asnjë projekt nuk merret në shqyrtim, nëse nuk janë shprehur më përpara administratorët territorial. Unë besoj jashtëzakonisht shumë tek përgjegjësia e njerëzve që punojnë në terren, që janë çdo ditë ke monumenti dhe që e prekin atë. Përfshirja e tyre është profesionalizëm dhe është ndryshimi rrënjësor që ka pësuar menaxhimi i trashëgimisë, që i bën ata drejt për drejt përgjegjës për situatën e monumenteve. Dhe ju thoni që kanë bashkëpunuar, sepse ka dhe nga ata që shohin me sy kritik ende impaktin e mundshëm që mund të kenë pas këto institucione, bashkëpunim ASHA, monumentet dhe ministria. Ka funksionuar sipas jush? Sapo e dhash përgjigjen, po ma jep një pyetje që të jap një përgjigje konkrete. Kjo është pyetja sepse këtë shqetësim më kanë sjell. Mos komunikim dhe nuk kanë ndonjë impakt real punës së tyre, pra pak gjë ka ndryshuar në këtë kulturë e komunikimit të tyre. Pak më parë unë ju thash, ju më kritikuat sepse po përmendja shifra. Jo, nuk ju kritikova. Okej, ma vut në dukje. Atë. Ska gjë, unë kritikat i kam shumë gjane edhe i quaj shumë konstruktive sepse janë alerte që të mbajnë zgjuar gjithmonë. Atëre, pak më parë, ndoshta te prova me shifra, po dua do t'i rikthehem prapë. Po të shikojmë, mund të jap një shifër shumë interesante që ka të bëjë me nga na vijnë projektet e restaurimit. Projektet e restaurimit mund të bëhen përgjithsisht në vite janë bërë nga Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe një ndër problemet e mëdha që ka pas menaxhimi i monumenteve ka qenë përqendrimi i skajshëm në duart e Institutit Monumenteve, i cili nuk mund të kishte vizion mbi gjithë territorin pa patur komunikim me drejtoritë rajonale. Ndërsa sot ne kemi komunikim të përditshëm, jemi çdo ditë në komunikim me drejtoritë dhe vetëm në vitin 2015 44 projekte restaurimi vinë vetëm nga drejtoritë, të cilat pastaj kontrollohen dhe rishikohen bashkë me Institutin e Monumenteve. Asnjë monument, asnjë projekt, asnjë vendim nuk merret nëse nuk është i shprehur me shkrim drejtoria, mendimi i drejtorisë rajonale. Dhe madje po të shkojmë dhe më tutje, drejtoritë rajonale kanë bërë një punë të jashtëzakonshme bashkë me këto institucionet qendrore gjatë këtyre 2 viteve në hartimin dhe përditësimin e plot të inventarit monumenteve të kulturës, i cili ishte ndalur 25 vite më parë dhe kishte qenë në rënje të lirë pa pasur një përditësim të saktë. Sa po dolët tek pyetja ime e radhës, në fakt e kishit premtuar që do të bënit një inventar të monumenteve të kulturës në Shqipëri. E kemi? Atëre, është e vërtet që kur ka marrë detyrën, e kemi dhe në programin e qeverisë që morëm përsipër të bëjmë në fund inventarin e plot monumenteve
në territorin e Republikës për ditur çfarë kemi. Dhe në fakt, unë kam kënaqësi dhe ta ndaj me ju, sepse sot kishim angazhuar për ta thënë në fund dhjetorit, po mund ta themi që tani, sot e kemi të plot për ditën derisa jemi, inventarin e plot monumenteve të kulturës. Ka përfunduar, po vazhdon ende përditësohet, ka ende. Atëre, parimi një inventari është që duhet përditësohet çdo ditë. Ajo që ne kishim shqetësim ishte që ky inventar ishte i papërditësuar prej dekadash. Futeshin dhe nxirreshin monumente, por jo për të bërë një gjendje të situatës ku jemi në çdo muaj. Atëre, çdo të thotë bësh inventar, nuk do të thotë shikosh listën edhe ta verifikosh edhe ekziston apo jo. Të shkosh në terren, ta prekësh monumentin, ta fotografosh, ti bësh hartën, ti bësh koordinatët, çosh gjendje, ti bësh diagnozën dhe ta vendosësh në planin e prioriteteve sipas shkallës së ndërhyrjes. Dhe inventar thuhet dhe në gjendje janë dhe ç'duhet bërë. Absolutisht, këtë gjë pikërisht e bëjnë drejtoritë rajonale. Dhe ne këtë e kemi ndërtuar javë mbas jave, muaj mbas muaj dhe sot e kemi të plot me një numër të saktë të monumenteve ku mund të themi që aktualisht kemi 1892, për herë të parë po e bëj publike këtë shifër, monumente kulture të kategorisë parë dhe të kategorisë së dytë, të organizuara për çdo qytet, për çdo fshat, të ndara sipas llojit, objekte kulti, banesa, qendra historike, të ndara dhe të organizuara edhe sipas gjendjes. Dhe një ndër gjërat që konstatuam është që ne kishim ende në listën e monumenteve të kulturës objekte të cilat nuk ekzistojnë fare, janë zhdukur në këto 25 vjet. Mund t'ju jap një shembull. Pra nuk janë më. Ato objekte që ne mendonim që i kishim nuk i keni gjetur në inventar. Nuk i kemi gjetur, por i kemi të identifikuara që X objekt. Po t'ju jap një shembull që mund të jetë dhe pak kështu si qesharak se kur e pash mburi përshtypje. Vazhdonte të ekzistonte në listën e monumenteve të kulturës shtëpia e partisë Rashbull, që sigurisht daton në periudhën e komunizmit. Dhe nuk ishte kujtuar njëri ta hiqte, ndërkohë që ka pas një seleksionim në vitet 2006 për të hequr këto objekte që ishin kryesisht me karakter ideologjik dhe që nuk ishin në një vlerë monumentale as nga pikpamja arkitekturore as nga pikpamja estetike. Pra, gjëra të tilla ka pasur plot. Ju kujtoj një periudhë shumë të rëndësishme vitin 97. Viti 97 ka qenë një vit i tmerrshëm për Shqipërinë, ku janë shkatruar shumë gjëra dhe ku ka pas shumë dëme materiale, le të themi në inventarin e Republikës. Nuk ka pas asnjë moment një inventar mbas këtij viti të tmerrshëm për të thënë, "Ore, çfarë kemi dhe çfarë nuk kemi ende, çfarë duhet bëjmë?" Dhe një pjesë të objekteve kanë humbur, ose janë shkatruar, ose thjesht janë amortizuar me kohën, ose janë djegur, por nuk janë reflektuar asnjëherë në këtë inventar. Dhe ky inventar të mundson pastaj për të bërë një strategji se me çfarë do ndërhysh, ku do ndërhysh. Mund t'ju them që kemi gjetur çuditëra kisha, ku kishte mbir pema brenda në kish. Një pemë nuk bëhet në 2 vite, një pemë bëhet në 20 vite. Mbir dhe çar dhe çatin dhe dal sipër. Pra, të tilla elemente, të tillë shembull tregojnë për një mos përditësim dhe mos kujdesje ndaj inventarit monumenteve, që është kushti numër 1 për të kuptuar ku e kemi problemin dhe ku duhet ndërhyrë. Po kjo punë e ka bën drejtoritë rajonale në bashkëpunim me IMK-n. Do doja shumë që zotria ose zonja që e bën vretjen të jepte një shembull të vetëm të këtij mos komunikimi. Zor Segjen. 1982 monumentet e kulturës i keni regjistruar dhe i keni në atë inventar. Janë më shumë më pak nga inventari i fundit i viteve 80 që më thatë është bërë? Jo, nuk mund të gjykoj kështu, sepse nëse do të rim strikt, ne për shembull kemi futur në këtë periudhë, kemi futur shumë monumente të reja. Pra, le të themi që është si një enjë komunikuese kjo puna e monumenteve të kulturës. Ka monumente që kanë dalë, rreth 200 të tilla, por vetëm kanë hyrë të tjerë. Vetëm në korrik të 2015-s, vetëm në qytetin e Tiranës, ne kemi shpallur monument kulture rreth 128 objekte. Edhe nga ato që s'ta pret mendja që nuk ishin shpallur monument kulture. Vetëm javën e kaluar në mbledhjen e fundit. Ka një kriter për shpalljen e tyre. Sigurisht që ka. Dhe këtu fillon puna. Është drejtoria rajonale e cila shkon bën evidentimin e objektit, bën kartelën e objektit, bën gjithë relacionin lidhur me objektin. Vjen në IMK, Këshilli Shkencor dhe Teknik e studion, e aprovon, ose e kritikon, ose e kthen mbrapsht për aprovim, ose për plotësim, dhe pastaj kjo listë paraqitet në Këshillin Kombëtar të Restaurimeve, ku ekspertët e gjykojnë dhe vetëm mbas kësaj ministri merr vendimin final. Zënja Kumbaro, në këto monumente në javën e kaluar ka qenë shumë interesante, ne edhe kemi votuar, kemi shpallur monument kulture 6 kisha shumë interesante në zonën e Devollit, Korçës, Kolonjës dhe Pogradecit. Që kur i shikon thua si ka mundësi që nuk janë shpallur monument kulture. Pra, sepse nuk ka pas një analizë të detajuar të gjithë situatës. Kështu që
e quaj besoj një punë të jashtëzakonshme që kanë bërë gjithë specialistët, bëhet fjalë për të njëjtin numër punonjësish si në 2012 në 2013, nuk kemi shtesë në punonjës, nuk kemi shtesë në fondin e pagave, ka vetëm një mirë menaxhim dhe mobilizim dhe shfrytëzim të profesionalizmit. Kur themi monument kulture, për t'ja u bërë qartë edhe atyre që na ndjekin në shtëpi, zonja Kumbaro, çfarë futet në këtë kategori? Atëherë këtu kemi që nga objektet banesat private, të cilat kanë paraqesin karakteristikat veçanta arkitektonike apo detaje estetike. Jo domosdoshmërisht të vjetra, por që kanë një element. Atëherë, edhe këtu është interesante, sepse ka pasur një koncept për cilin duhet ishin shumë të vjetra para 1900-s që të quheshin të tilla. Por koncepti edhe mbi menaxhimin e trashëgimisë evoluon. Dhe sot, për shembull, ne kemi futur monument kulture dhe objektet periudhës realizmit socialist, sepse janë tipike të një arkitekture të caktuar, të cilat kanë ngrirë në kohë dhe janë pjesë e trashëgimisë. Për shembull, ja t'ja u jap një shembull. Fakulteti, meqense po marr një shembull paksa personal. Fakulteti Histori Filologjisë nuk ka qenë i shpallur monument kulture. Tani është monument kulture. Në listën e fundit që kemi shpallur. Ose ka pasur një tjetër element shumë të rëndësishëm. Nuk mjafton vetëm shpallja monument kulture. Sidomos kur bëhet fjalë për komplekse të mëdha arkitektonike, ato ka nevojë edhe për atë që quhet zonë mbrojtëse. Jemi ankuar dhe kemi kritikuar shumë shpesh për ndërtime pranë kalave, pranë monumenteve të kulturës. Dhe juridikisht kanë qenë të patakushme. Pse? Sepse këto monumente kulture, kalaja, po të më kotë kalaja Prezës apo kalaja të tjera, nuk kanë pasur zonën mbrojtëse, e cila sipas ligjit të trashëgimisë nuk lejon ndërtimin brenda atij perimetri. Dhe nëse mund të më lejoni, nga viti në 25 vjet, edhe me atë listë që ka qenë të monumenteve rreth 2000, ka pas vetëm 22 monumente të vëna në zonë mbrojtëse. Në vitin 2014 dhe 2015 kemi futur në zonë mbrojtëse 85 monumente. Po flas kalaja e Lipashës në Porto Palermo, që është një ndër thesaret e kulturës kombëtare. Nuk ka qenë me zonë mbrojtëse. Pra, gjithkush mund ndërtonte deri afër, sepse ligji nuk ja ndalonte, duke qenë se s'kishte një të tillë. Po kjo kërkon një studim, dhe këtë studim vi prap e bëjmë po këta njerëz, nuk e bën dikush tjetër, dhe kjo kërkon projekt dhe janë këta njerëz që kanë punuar në terren për t'i bërë. Një numër i madh monumentesh krahasuar me vendet e tjera e rajonit? Tani, unë nuk do qëndroja shumë në këtë parametër, sepse nuk dua të bie në atë kurtin që ne kemi shumë se tjerët. Unë besoj që çdo vend është shumë i pasur me monumente kulture, që nga momenti që në çdo vend kanë jetuar, janë zhvilluar qytetërime, janë shkëmbyer kultura, dhe Ballkani ndan mes vedi shumë gjëra të përbashkëta. Mos harrojmë që monumentet e kulturës janë shumë më të hershme se sa vetë shtetet. Monumentet e kulturës janë bashkë me botën, me qytetërimin, me njerëzit që kanë jetuar që nga periudhat parahistorike, për shembull kemi shpallur monument kulture shpellat e Rubikut që janë fantastike me kriptogramet brenda që dëshmojnë për një jetë vendbanime shumë të hershme në territorin tonë. Që nuk kanë qenë më përpara. Që nuk kanë qenë më përpara monument. Po kështu kemi gjurmët e gjithë qytetërimeve që vijnë pas dhe po kështu i gjen këto në gjithë territorin e Ballkanit, në Shqipëri, në Kroaci, në Kosovë, në Serbi, në Malzi, Maqedoni, dhe unë nuk do ta ndaja këtë me vende. Për fat të mirë, kultura është një koncept, është një lloj hapësire pa kufi. Dhe unë besoj që është terreni më i mirë ku njerëzit edhe vendet edhe politikat mund të komunikojnë lirisht, sepse vetëm fitojnë. A kemi ne specialist, por mbi gjitha buxhet për t'i mbajtur dhe mirëmbajtur këto monumente kulture? Shumë e saktë pyetja. Do të përgjigjem me një frazë ndryshe. Edhe vendi më i pasur dhe që investon më shumë në kulturë, dhe këtu kam parasysh Francën, për shembull, nuk arrin dot t'ja dalë për të mbajtur trashëgiminë kulturore vetëm me buxhetet publike. Në këtë kuptim, prap vim tek merita e menaxhimit ose tek gjetja e burimeve të tjera. Që do të thotë, në qoftë se ne e varim çdo gjë tek buxheti i shtetit dhe e varim çdo gjë tek specialistët e trashëgimisë kulturore, kemi bërë gabimin më të madh. Dhe shumë kollaj të jetosh afër monumentit, të jetosh në një kala, të jetosh në një qendër historike, dhe pastaj fajin e ka drejtori, apo ministri, apo specialisti, apo restauratori. Në radhë të parë, përgjegjësinë e ka ai që jeton brenda në monument. Sepse dhe këtu çalon shumë puna, sepse këtu është çështje edukimi. Tu do flasim për një tjetër kulturë, pastaj që nuk e kemi. Po që ndërtohet, nuk e kemi sepse nuk e kemi ushqyer. Po e ushqej?
Po, ushqim sigurisht, sepse analiza e parë... Ushqim brezi i ri që të ketë respekt për kulturën dhe ta ruajë atë? Në qoftë se, ja pun disa shembuj. Në qoftë se këtë pyetje që më bët ju pak më parë, ka qenë le të themi që në fillim një ndër maktet. A do të mjaftojë ndonjëherë buxheti i kulturës për të mirëmbajtur monumentet? Sigurisht që nuk mjafton. Por ai kompensohet me mjete të tjera. Në rast parë kompensohet me një bashkëpunim midis pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, i cili duhet të them ka munguar. Jemi duke avancuar shumë mirë dhe kemi bashkëpunime të jashtëzakonshme. Muzeu i Durrësit që ju më përmendët pak më parë, nuk do të kishte qenë i mundur nëse nuk do të kishin pasur një bashkëpunim shumë të mirë me Bashkinë e Durrësit. Jemi drejt një bashkëpunimi shumë të mirë me Bashkinë e Gjirokastrës dhe me atë të Beratit. Bashkia e Korçës është jashtëzakonisht bashkëpunuese. Jemi duke ndërtuar projekte të përbashkëta me Bashkinë e Shkodrës dhe nuk mund t'i dilet pa to. Por nuk mjafton. I lëm pak projektet? Flasim për individin, për përgjegjësinë e qytetarit. Tani do vi, po pushteti lokal është ai që kujdeset të parë dhe është në kontakt të parë. Dhe nuk funksionon vetëm me individin. Individi ka nevojë për modele. Nëse japi modelet pushtetet, sigurisht dhe individi. Pastaj vim tek shkolla. Kemi krijuar që në fillim një rrjet shumë interesant, rrjetin Miqtë e Monumentit, ku janë përfshirë shkolla dhe sot kemi rreth 10.000 antar, ku shkollat kanë adoptuar, kanë birësuar le të themi monumente dhe i kanë kthyer monumentet, muzeet, kështjellat dhe në vende zbavitjeje për aktivitete të tjera, jo domosdoshmërisht gjëra që kanë të bëjnë me trashëgimin. Problemi është që kur ato monumente kur janë ndërtuar, nuk janë ndërtuar për të qenë objekte soditje. Ato kanë qenë banesa, kanë qenë kazerma, kanë qenë ujësjellës. Njerëzit kanë jetuar në to dhe duhet vazhdojmë të jetojmë, nuk duhet i konsiderojmë si natyrë e vdekur. Duhet të jetojmë dhe të mirëmbajmë dhe duhet të ushqejmë brezit të ri dashurinë. Kemi punuar jashtëzakonisht shumë fort në këto dhe nëse mund të them që nga viti 2014 e sot, nëse deri në 2013 ne kemi qenë dëshmitare të rasteve ku kemi pas vandalizma, vjedhje ikonash, thyerje të pikturave murale për kisha dhe nuk po flas në kisha të humbura në Majtmalit, më në Voskopoj, pra në mes të qendrave goxha të zhvilluara. Kemi pasur vjedhje dhe grabitje masive të varreve arkeologjike. Në vitin 2015 nuk kemi, në 2014-2015 nuk kemi asnjë të tillë. Ka pasi tendencë deri në fillim të vitit 2014 për sa i përket varreve, kemi reaguar brenda 24 orësh dhe sinjalizimet i kemi marrë nga qytetarët. Ka qenë, domethënë, ky aktivizëm social i banorëve, i qytetarëve, qoftë nëpërmjet rrjeteve sociale, qoftë nëpërmjet mediave, qoftë nëpërmjet telefonatave private, ka funksionuar dhe me kënaqësi konstatoj një sensibilizim shumë të madh të publikut. Mirë, kam shumë pyetje, i prekët disa prej tyre. Ikonat, meqense mi përmendët, do të merresha me atë që ka qenë çështje e titujve kryesor të medias ditët e fundit, një përgjigje çfarë ndodhi me ikonat, por edhe problematikat e tjera që lidhen me këto, përfshirë edhe Rubikun, më thonë që nuk ka shpella. Sigurisht që ka. Paska. Sigurisht. Informacioni duhet verifikuar, ndoshta duhet bërë më shumë publik. Dhe përpara se shkojmë publicitet, çfarë do bëni me këtë inventar? Mund të futemi në faqen e internetit të Institutit Monumenteve dhe të gjeni dhe madje më duhet të falenderoj Shpend Bengun, i cili është pasionant i piktogrameve dhe ka qenë ai, si thua, që ka sjell dosjen në Ministrinë e Kulturës dhe në Këshillin Kombëtar të Restaurimit. Çfarë do të bëni me këtë inventar, zonja Kumbaro? Me inventarin fjalë. Ky inventar është baza e mënyrës se si ne kemi punuar këto 2 vite dhe do të punojmë për të ndërtuar prioritetet tona në ndërhyrje. Në bazë të këtij inventari ne kemi bërë diagnostikimin e situatave më emergjente, objekteve që janë vërtet në rrezik. Mund të marrë rastin e kishës së Ristozit, i cili është duke u shëmbur. Ka të tjera objekte, kisha e Shën Spiridonit, kisha e Karavasas, kemi kishën e Peshkupis. Në farë mënyrë do të jetë udhërrëfyesi i punës suaj tani tutje. Jo, nuk do jetë, ishte. Ne me këtë kemi punuar dhe këto 2 vite dhe kemi bërë, tani që flasin kemi 10, në këtë vit ka pas 10 kantiere të hapura në ndërhyrje të emergjencës, që mund të quajë pa frikë operacione shpëtimi. Ka dhe të tjera, viti 2016 fillon me njëherë me Mesopotami, që është po aq një kishë e rrezikuar, dhe me këtë, ky është një udhërfyes shumë i mirë. Ashtu sikurse dhe Gjirokastra ka nevojë për ndërhyrje emergjente, domethënë nuk kemi asnjë objekt në rrezik, sepse ato vizitohen rregullisht dhe çdo ditë nga drejtoritë rajonale, për cilët folëm pak më parë, por kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe ne në disa zona kemi parashikuar operacione masive, siç është Gjirokastra. Në disa të tjera ndërhyjet me objekte... Gjirokastrën ndërhyjmë pak me prioritet nga që kemi problem me UNESCO? Atëre, Gjirokastrën e gjitëm në një gjendje, do ta quaja pa frikë skandaloze. Ku praktikisht, unë mbaj mend në javët e para sa po mora detyrën, ka shëmbur një pjesë, jo e tëra, e një banese 200 ca vjeçare që quhet banesa e Hadëreve.
një banesë dhe sigurisht u sulën direkt mbi Ministrin e Kulturës. Me shumë të drejtë. Drejtoria rajonale, rastin konkret Drejtoria rajonale atërshme e Gjirokastrit, detyrën kryesore e ka të vizitojë smurët e vet, nëse mund t'i quajmë kështu, të vizitojë pacientë e vet që të mos i lërë të vdesin. Dhe në qoftë se ne i lëm të bien dal ngadalë, sepse një shtëpi 200 vjeçare nuk bie në një ditë as në një vit, bie në 10, 20, 30 vjet në qoftë se nuk është mirëmbajtur. Dhe përveç kësaj ka pas ndërhyrje të paligjshme, ka pas ndërtime pa leje. Në qoftë se ju kujtohet, në tetor të vitit 2013, Këshilli Kombëtar i Territorit mori një masë shumë drastike që ishte moratoriumi i ndalimit të gjitha lejeve të ndërtimit në zonat e trashëgimisë. Dhe kjo vuri në situatë, vuri në kontroll gjithë territorin, që na dha pastaj mundësinë të bëjmë të diagnozë për të kuptuar ku duhet ndërhyjmë. Ndërhyjmë menjëherë për të shpëtuar ato që ishin në emergjencë, kemi pas ndërhyrje në infrastrukturë, në hidrante, në rrugica dhe në një sistem mirëmbajtje permanente. Ky është çelësi i monumenteve. Për çka morëm dhe le të themi vlerësimin pozitiv nga Komiteti Botror i Trashëgimisë në mbledhjen e tij të fundit në Bonn, në Korrik. Ajo që vlerësim pozitiv ishte dalje nga risku për të përjashtuar nga UNESCO. Jo, s'ishte vetëm kaq. Ky ishte. Nëse e lexojmë atë rekomandim, ai thotë, me radhë të parë përgëzohet qeveria shqiptare për ndalimin e menjëhershëm të gjithë ndërtimeve të paligjshme, për vënien në kontroll të territorit, për një ecuri shumë pozitive në mirëmbajtjen e monumenteve, për hartimin e rregullores së re të qendrës historike të Gjirokastrës dhe të Beratit, që realizon pikërisht të bashkëpunim dhe vendos kuadrin ligjor për ta ruajtur qendrën historike dhe gjithashtu të gjitha këto ishin arsyeja pse e bën shtetin shqiptar një shtet të përgjegjshëm për atë pasuri të jashtëzakonshme që ka brenda në UNESCO dhe ku e hoqën Shqipërinë, Gjirokastrën konkretisht, nga lista në të cilën ishte në një mbikëqyrje të posaçme që në qoftë se ne nuk do ta kishim bërë këtë gjë, rrezikonim përshtimin. Leoni shkoj pak në publicitet se kemi shumë çështje tjera, më njëherë do të rikthehemi pas reklamave, mos u largoni. Jam me ministren e Kulturës, zonjën Mirela Kumbaro. Po, diskutojmë për sfidat e artit, për trashëgiminë, folëm në pjesën e parë të intervistës me ministren Kumbaro. Zonja Kumbaro, më lejoni të flas pak për probleme që lidhen prapë me trashëgiminë, me ikonat. Përpara se të kalojmë ke ikonat, do të jap përgjigje, po meqense më erdhi një vredhje kritik që s'ka shpellën Rubik, tani kupton, unë i mirëpres kritikat dhe tash janë shumë të mira të shëndetshme, po të bëjmë kritikat tamam që i shërbejmë punës. Të japim që përgjigjen për këtë të Rubikut të saktë? Po. Mua më erdhi një informacion që në mënyrë si se keni regjistruar, ju nuk është e tillë. Ndërkohë që ju vini juve mesazhe dhe mua më vijnë mesazhe për fat të mirë. Dhe nga specialistët e mi vjen shumë e saktësuar informacioni, piktura e Rubikut gjendet 3.5 km në perëndim qytetit Rubikut, në periferit fshatit Bulshiz e Epërme, në vendin e quajtur Gryka e Xhudhenjve. Piktura është bërë në strenën e një shkëmbie me faqe të kthyer nga Euglinat. Vazhdoj? Jo, e lëm me kaq. Edhe unë them e lëm me kaq. Po i dham indicjen qytetarit. Besoj se ajo çfarë është e rëndësishme për qytetarit është që shteti shqiptar ka një lloj detyrimi ndaj atyre monumenteve që ka listuar. Pa diskutim. Dhe një lloj përgjegjësie. Edhe kjo pjesë për të qenë monumente edhe mbas 10 vite apo 20 vite të ardhshme. Detaji ishte pjesë e përgjegjësisë, që nuk i themi gjërat kot. Zonja Kumbaro, çfarë ndodhi me ikonat dhe transferimin e tyre? Po, keni shumë të drejtë. Ne kemi dhënë një përgjigje brenda ditës ku doli shqetësimi. Atëherë bëhet fjalë për një sasi që si janë të gjitha ikona janë artefakte të natyrës, që nga pjesë ikonostasi, ikona dhe pjesë të tjera të njëjtës natyrë, le të themi, të objekteve të kultit. Bëhet fjalë për 477 ose më saktë 476 në një inventar të saktë të bërë për të nëntën herë së fundi, të sekuestruara nga policia dhe prokuroria e shtetit në tetor të vitit 2013. Dhe personi që i kishte është në burg, është dënuar tash. Po, kjo është çështje e drejtësisë. Po, kjo pjesë po. Kjo është çështje e drejtësisë. Pjesa çfarë bët ju? Prokuroria vendosi në atë periudhë që ti depozitonte në katin e tretë të galerisë së arteve të gjitha objektet me cilësinë e provës materiale, që do të thotë që nuk ka të drejtë askush t'i preki dhe as t'i tjetërsoj dhe as t'i ndryshoj vendin. Nuk e mohoj faktin që kjo në menaxhimin e galerisë së artit na solli disa shqetësime. Në radhë të parë zuri për një periudhë të gjatë një hapësirë shumë të rëndësishme për ne për ekspozimin e veprave të artit, por gjithashtu dhe mirëmbajtja e tyre bëhej
e vështirë, sepse ishin objekte të patrajtuara nga pikpamja e trajtimit të kimikateve dhe që bënin rrezik për kontaminime. Ne jemi munduar të izolojmë, bëm dhe një dezinfektim të Galerisë së Arteve gjatë kësaj vere, por kemi qenë në mënyrë permanente duke ndjekur procesin dhe në komunikim me prokurorin, derisa na u dha leja për t'i zhvendosur. Ndërkohë, kishim gjetur dhe vëndin, dhe kemi gjetur, vëndin për ditë depozituar në një nga magazinat dhe hapësirat e disponueshme në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, por dhe aty të izoluara për të mos i përzirë me pjesën tjetër të fondit, sepse ka nevojë të trajtohen. Pra këto nuk janë të ekspozueshme ende, ka nevojë të trajtohen. Jo, në asnjë mënyrë. Pra ishte thjesht zhvendosje nga një magazin. Ishte zhvendosje nga një magazin me urdhër të prokurorisë në një magazin. Të gjitha këto nën kontrollin, nën mbikëqyrjen dhe vetëm nën autoritetin e prokurorisë dhe të policisë, të cilët janë të vetëm. Vetëm kjo makinë e policisë për ta bërë të transport? Atëherë të këtyre ikonave kaq të rëndësishme? Flas për institucione të cilat unë drejtoj. Nëse mund flasim për një mangësi, kemi një mangësi për sa i përket kohës. Pra, koha që vendosin dispozicion prokuroria dhe policia për të bërë zhvendosin ishte shumë e shkurtër dhe besoj kjo i dedikoj ndoshta dhe emergjenca dhe prioriteteve të tjera që kam. Por detyra jonë është që të kujdesemi edhe brenda këtyre kushteve që transporti të bëjë në mënyrë sa më të mirë. Dhe këtu ajo fotografi që atë jam duke thënë. Ajo fotografi që qarkulloi është vetëm fotografi e automjeteve të para që bën zhvendosje, ku nuk u lejua specialistëve të Galerisë së Arteve që të preknin dhe të transportonin. Ndërhym me njëherë, unë jam marrë personalisht atë ditë me këtë çështje sa po konstatova faktin, është pezulluar transporti, është ndaluar transporti tyre sipas automjetit që keni në fotografi dhe që bëri xhiron e Facebookut dhe që me shumë të drejtë ngjalli shqetësim, por që nuk u përputh pastaj me çka ndodhi. Kemi bërë pezullimin. Kemi bërë... Më falë, çfarë do thotë keni bërë pezullimin? Janë ende ikonat në galeri? Kemi bërë pezullimin e kësaj mënyre transporti. Kemi marrë gjithë masa dhe unë kam sjell këtu, nuk e di cilës kamera duhet i drejtohet. Dhe kemi bërë gjithë ambalazhimin sipas gjithë kushteve të duhura, mba një grup pune midis Muzeut Historik, Qendrës së Inventarizimit të Pasurive Kulturore, të paketuara, të ambalazhuara dhe jo vetëm të ambalazhuara, po secila prej tyre është e pajisur me kartelën e vet, të regjistruar dhe në sistemin kompjuterik të Qendrës së Inventarizimit Pasurive Kulturore. Po ta shikoni, ky është modeli kartelave dhe secila nga objektet ka mbi vete, që shikoni kartelën përkatëse, është punuar disa ditë rresht, janë transportuar të ambalazhuara kështu siç e shikoni, në mjediset që shihen këtu, që janë në fondin e Muzeut Historik Kombëtar, ku sapo ka mbaruar kartelizimi i plot, inventari i ripërsëritur dhe ku rezultojnë 476 objekte, dhe jo 477, sepse një objekt ishte numëruar 2 herë në inventarin e parë bërë fillimisht. Tani ato do t'i nështrohen një trajtimi për sa i përket dezinfektimit dhe pastaj do të merret një vendim nga një grup pune specialistësh për të vendosur për situatën e tyre të mëtejshme, ekspozim, shkuarjen drejt origjinës, por kjo është një punë që bëhet në bashkëpunim me prokurorin. Jemi ende në autoritetin. Falë ndërhyrjes suaj nuk u transportuan të gjitha me këtë furgonën e policisë, po me mjetet tjera. Me mjetet e policisë dhe kjo është e detyrueshme, por ambalazhimi dhe transporti u bë në mënyrë adekuate, pa dëmtuar dhe të ambalazhuara dhe të shoqëruara nga specialistët tanë. Përsa e takon vendimin që keni marrë? Kjo ishte për sqaruar publikun edhe ne do të nxjerrim... Edhe shqetësimin që pati. Dhe shqetësimin që pati, po pritëm... Për këtë mënyrë. Ne bëm një reagim të parë, i sqaruam detajet, por pritëm që ky proces të mbaronte, ky proces ka mbaruar dje, në mënyrë të plotë, se janë jo pak objekte, dhe ne do të nxjerrim të gjithë fotografitë e plota, gjithë historikun e plot, kanë relacione të cilat do të bëhen publike. Përse takon vendimit për vendin ku ato vendosen, në Muzeun Historik Kombëtar, pati një pretendim apo pak një propozim nga drejtori i Institutit Monumenteve që të viheshin në sistem ruajtje të kishave kryesore. Nga kush e pati këtë drejtë? Nga drejtori i Institutit Monumenteve. Për këtë jeni fjalë. Drejtori i Institutit Monumenteve. Atëherë nuk ka drejtor, ka drejtoresh, është drejtoresha që është drejtoresh në Institutit Monumenteve të Kulturës. Për të ruajtur në vende në kishat kryesore që janë në vendet shkreta. Më rezulton i pasakt kjo deklaratë. Ky propozim. E parë nuk ekziston drejtor, ekziston drejtoresh. Drejtoria, drejtuesi. Dhe ajo nuk e ka thënë këtë gjë. Pra, vendi ku është zgjedhur është korrekt, nuk do të ishte ide e mirë që të shkonin në kishat në vendet shkreta. Në radhë të parë. Për shembull, më kam dhënë një shembull, fjala është për kishën e Shpatit. Po dhe në disa vende ku kanë pikturuar mjeshtrat. Atëre, në radhë të parë, vendi
dhe destinacioni ku ato do transferoheshin ishte në konsultim me prokurorin dhe policin. Ju thash pak më parë që ato vazhdojnë ende të jenë nën administrimin e plot dhe në autoritetin e organeve të policisë dhe të prokurorisë, dhe nuk asnjë zhvendosje e tyre dhe asnjë vendim për fatin e tyre të mëtejshëm për momentin nuk mund të merret pa një koordinim me autoritetet e drejtësisë. Pra vendi që i keni vendosur është në bashkëpunim. Dakor. Duhet ta shqirojmë mirë nga autoriteti gjyqësor dhe pastaj mund të gjykojmë nga pikpamja e trashëgimisë kulturore dhe këtu do të jemi prapë do ta ndajmë ju. Do të shohim se çfarë do ndodh. Çfarë vendimi u mor në përfundim me debatin e madh për interkoneksionin e Komanit dhe që do të kalonte aty? Atëherë ky vendim, po sigurisht që është zgjidhur, madje më duket kemi qenë në këtë studio kur e kemi bërë këtë debat. Ishte në fazë debati ende. Dhe unë e kam bërë dhe atëherë publike gjithë procedurën, ka pas besoj një ndër proceset më interesante të diskutimit dhe të përfshirjes së gjithë ekspertëve dhe të disa misione dhe të disa tryezave. Është bërë zhvendosje, ne Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë bëri zhvendosje të linjës së interkoneksionit në një zonë përtej vendbanimit të Komanit. Jo vetëm kaq, po përveç se u zhvendos linja e interkoneksionit brenda mundësive gjeografike dhe të relievit që lejonte edhe për ta bërë të mundur prapë ndërtimin e linjës, kemi avancuar, është bërë një studim i plot i zonës edhe në bashkëpunim me misionin e kërkimit të Institutit të Arkeologjisë, është shpallur vendi si zonë arkeologjike A dhe me zonën e vet mbrojtëse dhe madje është prodhuar edhe VKM-ja përkatëse për rregulloren e menaxhimit dhe të administrimit të këtij vendbanimit të Komanit, që jo vetëm është interesant nga pikpamja e grëmimit, po ja vlen të jetë një destinacion turistik. Tashmë është dhe kuadri ligjor edhe ai institucional për këtë gjë. Duke që po merremi shumë me trashëgiminë, në fakt, por ka pyetje që lidhen me të dhe ndoshta jemi drejt pyetjeve të fundit. A e dëmtojnë arkeologjinë tesar kërkuesit që janë në një farë mënyrë jo profesional? Çdo prekje e territorit nga jo profesional, por sidomos edhe me keqja është kur ajo bëhet nga profesionist ilegal, dhe çdo prekje e territorit që bëhet në mënyrë të pakontrolluar, pas një diskutim që e dëmton shumë. Dhe është një gjë shumë. A ka të tillë që po e bëjnë? Atëre, ne kemi gjetur, le të themi, mjaft plak të hapura të këtyre specieve. Jo, apo e bëjnë ende dhe tani? Jo, nuk po e bëjnë më. Sepse në sinjalin e para... Ekspedita jo profesionale. Jo, nuk ka ekspedita profesionale. Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, në bashkëpunim shumë të ngushtë me drejtoritë rajonale, përsëris dhe një herë, kur ne kemi gjithë specialistët e arkeologjisë në çdo vend, janë në komunikim të përditshëm dhe ne marrim sinjalizime brenda ditës për çdo prekje që mund t'i bëhet territorit. Edhe në zona shumë të larta, për shembull, kemi pas disa sinjalizime në zonën diku afër te Pelenës. Dhe ndërhyet brenda 24 orëve për ta ndaluar, jemi në komunikim permanent me policinë dhe për fat të mirë mos bëhemi supersticioz, kemi një vit që nuk kemi më probleme se natyre. Po duhet them, është shtuar jashtëzakonisht shumë kontrolli dhe është forcuar shumë sensibilizimi i popullsisë që na sinjalizon më njëherë. Por ka dhe një rast tjetër që duhet kemi parasysh. Nuk janë vetëm, le të themi, ata fesar kërkuesit që i quajnë ju. Shpeshherë problemet kanë dalë edhe nga zhvillues të ndryshëm projektesh, të cilët s'kan asnjë lidhje me trashëgimin, siç mund të jenë hidrocentrale, centrale elektrike, rrugë, të tjera vepra infrastrukturore, të cilët teorikisht dhe normalisht do duhet që të kenë leje të arkeologjisë përpara se të prekin territorin. Konstatoj me shqetësim që për vite të tëra këto leje kanë qenë fiktive ose janë bërë ndërhyrjet, kanë marrë leje dhe koncesione për hidrocentrale pa asnjë lloj leje arkeologjike dhe sot vinë kërkojnë leje për të legalizuar, le të themi, atë ndërhyrje që kanë bërë. Çka e kemi ndaluar rreptësisht. Zonja Kumbaro, sa buxhet ka për arkeologjinë dhe sa do duhet t'i kishte? Atëherë arkeologjia është shumë, domethënë unë nuk do ta ndaja dot vetëm arkeologjinë, sepse arkeologjia është një pjesë e trashëgimisë kulturore. Buxheti, ne si vjet kemi një rritje në investime të buxhetit rreth 26%, që është shumë interesante, në investimet dhe në mirëmbajtjen e monumenteve të kulturës. Arkeologjia në vetvete ka një parim. Në një vend i cili në një moment të saktuar nuk i ka mjetet financiare për të bërë gërmime, është më mirë t'i ndalë ato sepse toka ose nën toka i ruan shumë më mirë se sa i ruajnë njerëzit. Dhe është më mirë t'i dedikojë ato fonde konservimit dhe restaurimit të atyre çka kanë mbi tokë. Dhe në një moment tjetër mund t'i rikthehet gërmimit. Por po kështu jemi për shembull duke bërë një operacion shumë interesant në arenën e amfiteatrit, ku kemi bërë shpronësimin e 3 banesave që ndodheshin brenda në amfiteatër dhe po bëhet rehabilitimi i tij. Sigurisht është një territor shumë interesant për të gërmuar, por nuk është në planet tona të sotme dhe kjo është dhe një mënyrë se si e menaxhojmë arkeologjinë.
të shpëtojmë, të ruajmë, të konservojmë dhe të promovojmë ato që kemi gërmuar tashmë dhe pastaj të ecim me një strategji tjetër. Mirë, lëmë me arkeologjin për momentin dhe me trashëgimnin, një pyetje që lidhet në një farë mënyrë me trashëgimnin, po jo në mënyrë drejt për drejt. A ka një vendim të Këshillit Kombëtar të Restaurimit dhe të IMK-s për bunkerin në mes të zonës të Ministria e Brendshme? Atëre, ka një vendim të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve për rehabilitimin e sheshit midis teatrit dhe Ministrisë Brendshme, sikurse ka një vendim për çdo ndërhyrje që bëhet në rehabilitimet ose rikualifikimet që quhen të shesheve brenda qendrave historike, sikurse është dhe ky shesh. Në momentin që çdo lloj projekti kësaj natyre pson një shtesë ose një modifikim ose një ndryshim gjatë projektit, ai vjen për ta jo detyrimisht, nëse ndërhyrja është e tillë, mund të kalojë ose në këshill, nëse ndërhyrja është e thellë, ose nëse bëhet fjalë për ato që quhen ndërhyrje reversibël, ose të e kthyeshme ose që është fare minimale, ajo gjykohet edhe në Këshillin Shkencor Teknik të IMK-s për të marrë aprovimin nëse duhet apo jo. Nëse Këshilli Shkencor kjo përgjigje gjatë. E ka për të që po. E ka marrë lejen. E ka marrë. Dhe do të kthehet, do të bëhet, do të përfundojë aty, sepse kam përshtypjen që u bllokua për ca kohë, pati probleme, pati protesta. Jo, ai nuk është një bunker, ai është thjesht një instalacion, nuk është ndërhyrje në shesh. Ai është një instalacion që në fakt realizon vetëm hyrjen, sepse poshtë janë tunele, është janë ekzistente. Dhe ne kemi deklaruar që është pjesë e një projekti të memorjes të kujtesës për të rihapur shumë ambiente të mbyllura të trashëgimisë periudhës diktaturës, për të bërë objekte të flasin. Tunelet janë një prej tyre dhe ajo është thjesht një instalacion për të realizuar hyrjen në tunel. Pjesa e poshtme ekzistonte, po pjesa e sipërme bunkeri është ndërtuar, është një instalacion me disa element betoni dhe pjesa tjetër është flet llamarine. Po nuk ja vlen që unë ty tani në element teknik, sepse keni boll specialist të restaurimeve apo të monumenteve që mund t'ju flasim për tilla element. Ajo që është e rëndësishme është Ministria e Kulturës dhe institucionet e saj garantojnë mekanizmat ligjor dhe platformën e dur që çdo ndërhyrje të bëhet e kontrolluar. Çfarë ndodhi me shtëpinë me gjethe? Nuk është hapur ende për publikun. Shtëpia me gjethe nuk ka se si të hapet ende, sepse ajo është në restaurim, është duke mbaruar faza e parë e punimeve të shtëpisë me gjethe. Ne e kemi hapur atë shpesh herë për gazetarët, të cilët kanë mundur të konstatojnë që kati i dytë ka qenë krejt i shëmbur, kështu që është duke u bërë gjithë puna restauruese e godinës së dëmtuar rënd nga koha dhe amortizimi. Ndërkohë në paralelisht punohet për projektin i cili është drejt fundit. Në këtë bashkëpunim ne jemi në një komunikim shumë interesant edhe me ekspertët gjerman, të cilët kanë edhe muzet më të mira, le të themi, të periudhës së komunizmit apo të shërbimeve sekrete, me memorialin e burgut të Stazit dhe të muzeut të Stazit në Berlin. Kanë sjellë specialist, ekspert? Po, një nga specialistët e tyre më të mirë është konsulenti i projektit në bashkëpunim me ambasadën gjermane dhe me kuratorët shqiptar që është zoti Bashkim Shehu dhe arkitekti Elizabeta Terajnë. Ka një datë për afërt kur do të përfundojë? Viti 2016 është, le të themi, afati që ne kemi vënë fundi viti 2016. Kalojmë në fazën e dytë, po bëhet pjesa mekanike dhe elektrike, fillon muzealizimi në 2016. E lëm këtë pjesë, libri. Po. Ç'po ndodh me librin? Atëherë, libri është një ndër programet e reja, ose më saktë fushat shumë interesante. Duhet kemi parasysh një gjë. Duhet shohim çfarë ka ndodhur me librin në këto 25 vite. Unë konsideroj fushën e librit dhe të botimeve si nga një ndër arritjet më të suksesshme të kulturës shqiptare në periudhën e post-diktaturës, dhe kjo në radh të parë fal njerëzve të librit, fal botuesve, fal autorëve, fal përkthyesve, sepse kanë kaluar nga faza e një anarkie të plotë që janë vitet 90 në fazën e botimeve cilësore dhe përkthimeve interesante dhe autorëve interesant në vitet 2000. Megjithatë kanë marrëdhënie të pazgjidhura edhe me njëri tjetrin, ëh? Botuesit me shkrimtarë. Më thoni kush nuk i ka? Si kush nuk i ka? Në cilin profesion nuk janë tilla, sepse kjo është pjesë në Shqipëri, se në vendet e Europës është shumë e zgjidhur. Nuk është e zgjidhur. Kudo ka probleme. Kudo ka probleme, por tregon historinë një shkrimtare në Bullgari që sa herë blihet libri i saj, çekohet në kompjuterin e saj, ka barkodin, i cili tregon që barkodin e kemi edhe ne dhe kemi sistemin e ISBN-s tashmë të futur dhe kjo është një ndër gjërat më interesante që është zhvilluar, sepse kemi në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, kemi sistemin e plot të databezit dhe gjithmonë më shumë vetë botuesët e kuptojnë që janë të interesuar të shkojnë të regjistrohen në sistemin e ISBN-s. Por
duhet të kuptojmë një gjë. Nëse unë nuk do të hyja në sistemin e krahasimeve, sepse periudha e diktaturës tek ne ka qenë më e egra se çdo vend tjetër i lindjes. Kështu që nuk mundemi të mohojmë faktin që nga një sistem i botimesh vetëm me një apo dy shtëpi botuese, ne kemi sot një pluralitet botuesesh. 102 shtëpi botuese në Panajër. E cila sigurisht, e cila ka dhe kjo dhe nuk janë gjithë. E cila ka dhe kjo pjesë negative sepse 102 mua më duken shumë për Jo, një sekond. Sistemi seleksionit, njësoj të njëjtin problem keni dhe ju me mediat dhe gazetat. Më pak se shtëpi botuese që kemi. Njësoj është një sistem seleksioni që do të shkojë vetë drejt është tregu ai që do ta seleksionojë. Tani, nuk dua që të merrem me botuesit. Dhe konkurrenca e ndershme dhe ligjshmëria dhe formalizimi i drejtë. Ilva, unë nuk dua të merrem me botuesit. E di pse nuk dua të merrem me botuesit? Sepse se ju intereson. S'doni të hapni konflikt me ta. Po tani të përgjigjem unë apo të përgjigjen ju? Jo, po ju pyet, është pyetje. Atëherë ta them pra, po ma lër ta mbaroj përgjigjen. Ajo që dua të them nuk dua të merrem me botuesit sepse unë konceptoj që detyra dhe politikat kulturore të ministrisë nuk duhet të orientohen në këtë periudhë, në këtë moment, mbasi botuesit janë zhvilluar dhe din ta bëjnë vetë dallimin e cilësisë drejt botuesit, që në finale janë, le të themi, në zinxhirin e librit më të zotët, më të fuqishmit, më të pavarurit. Dakor, sepse janë një biznes shumë interesant, biznes kulturor, të cilin e uroj sa më shumë suksesshëm të jetë i mundur. Ne kemi kthyer vëmendjen drejt dy kategorive të tjera. Krijuesit, ata janë synimi kryesor dhe sidomos viktima e madhe, i harruar i madh i gjithë këtyre viteve lexuesi. Është absurde të mendojmë për botuesit nëse nuk mendojmë për lexuesit. Do të vdesin dhe botimet dhe krijimet nëse nuk ka lexuesi të lexojë. Dhe ajo që ka munguar gjithmonë janë politikat e edukimit të leximit. Prandaj kemi kthyer vëmendjen në mënyrë shumë të fort drejt këtyre dy kategorive. Dhe kjo është arsyeja pse në vitin 2014 ne në krijues kemi dy kategori, kemi përkthyesit dhe autorët. Janë të dy krijues, janë të dy artistë. Kemi hapur fondin për përkthimin letrar për librat më të mirë të shekullit 20 në vitin 2014, e kemi vazhduar në 2015 dhe do ta mbajmë, dhe në vitin 2015 kemi futur dhe një program të ri, fondin për mbështetjen e krijimtarisë letrare, ku me një proces shumë transparent, shumë interesant dhe një konkurrencë të pasur, se dhe kjo ka munguar. Ka munguar gara, ka munguar meritokracia, ka munguar sistemi vlerave. Kemi financuar si 10 libra nga autorë shqiptar. Dhe jo vetëm kaq, por ne në muajin dhjetor, kur do të shpallen dhe çmimet letrare të vitit, të cilat nga një sistemi madh qokash të fshatit ton të madh, i kemi reduktuar në vetëm 2 çmime në vit, por ama kemi po hapim portalin e librit shqip në gjuhë angleze dhe katalogun e autorëve shqip në gjuhë angleze për të kaluar në një program të tretë, ato të përhapjes së letrave shqipe drejt botimeve tuaja, ku nuk mjaftojnë vetëm politikat, po duhet edhe cilësia e letërsisë. Mund vazhdoj edhe me të tjera me librin. Jo, të lutem, jo, mos vazhdoni sepse e di që do rendisni vetëm sukseset. Më lejoni të bëj ca pyetje? Patjetër, me kënaqësi. Që kanë përpiqen të japin zë disa shqetësimeve. Dhe për këtë në fakt, edhe kur kam biseduar me disa botues nuk u japin, nuk fajsojnë ministrinë, sepse edhe mes vete ata janë shumë të ndarë dhe kanë probleme. Ja, dhe për mua është një grupim që ka shumë probleme dhe që ndërkohë ka gjithë arsyet që të merren vesh shumë mirë, por ende nuk po janë që ata nuk po gjejnë gjuhën dhe kjo ndoshta Kjo ndoshta ju amniston në një farë mënyrë për situatën e librit në treg. Por nuk thashë se situata është perfekte. Unë bëra vrejtje më shumë se sa ju. Për ta ilustruar. E rëndësishme është të jemi rrugën e mbarë. Libri e ka të vëshën 20% dhe është e parimbursueshme. Madje këtë vit që mund të konsiderojë deri diku edhe sukses libri elektronik, edhe ai gjithashtu ka të vëshën. Atëherë, për sa i përket të vëshës, unë jam padyshim, kam qenë dhe nuk kam se si të ndryshoj në momentin që jam ministër në krahun e librit. Nuk thash krahun e botuesve, në krahun e librit. Edhe njerë nuk më intereson shumë pjesa e fitimit botuesve, por fakti që fitimi i munguar i tyre përkthehet në rritje të çmimit për lexuesin dhe pastaj në një pagesë më të ulët për krijuesit. Kështu që e parë kështu unë i shoh të gjithë bashkë ata. Padyshim që është një ndër vështirësitë të VSH-ja, por mos harrojmë që kemi me ndryshimin e ligjit të TVSH-s të vitit 2014, kemi një ulje të TVSH-s dhe përjashtimin e TVSH-s së librit në shitje. Përsa përsa i përket librit elektronik, një formë e re e librit të digitalizuar, të cilën e propaganduam edhe në bashkë me botuesit në panajirin e fundit të librit, që unë e mbështes plotësisht, ka besoj duhet jetë një lapsus që jemi duke e zgjidhur me Ministrinë e Financave për ta përjashtuar librin elektronik nga TVSH, bazë të një udhëzimi të Ministrit të Financave, sikurse përjashtojnë disa produkte të tjera elektronike. Unë kam vullnetin maksimal për të punuar me këtë dhe jam në bisedime me Ministrin e Financave, i cili duhet i lë kohën të marrë frymsa të marrë buxhetin dhe do të merremi.
Por jam partizane kësaj. Nëse do të përjashtoj mund të ishte bërë tani si vendim megjithatë ka kohë për ta riparë edhe është vetëm një udhëzim ministri. Është vetëm udhëzim. Po, është vetëm udhëzim ministri, kështu që bëhet më i lehtë për të ndryshuar, por kemi një port vogël sepse e pam përgjigje gjatë me të dy stafet e ministrisë, duhet realizojmë një përputhje me direktivat europiane me të cilat duhet jemi gjithmonë në koherencë që na krijojë një lloj pengese. Por është çështje juridike teknikalitet që do zgjidhet. Për ta mbaruar të librit para se të shkojnë në bllokun e dytë publicitar, shteti nuk ndihmon dhe nuk lidhet me pushtetin lokal për disbursimin e librit dhe për cilën do të thënë për disbursimin e librit lokale dhe në shkolla. Shumë e saktë. Kjo është gjë shumë e saktë dhe shumë e drejtë dhe është një shqetësim shumë i madh. Për fat të keq, ajo që ka ndodhur në 25 vite, një ndër dëmet e mëdha që ka pësuar kultura e librit është prishja e rrjetit të bibliotekave. Na laca gjëra i regjimi kaluar i planifikuar, një ndër cilat ishte rrjeti i bibliotekave që për mua ka rënë jashtëzakonisht shumë. Përgjithsisht bibliotekat e bashkive janë në gjendje me pak përjashtime, janë në gjendje goxha të keqe, ose për mungesë fondesh, ose për mungesë politikash, ose për mungesë vëmendje totale nga pushtetet qendrore. Janë akoma? Një sekond. Janë ende? Janë. Se jeni në vitin e 3 qeverisjes. Atëherë vitin e kaluar. Apo janë? Vitin e kaluar kemi 2 transformime të mëdha këtë vit. Kemi një reformë territoriale që rikoncepton dhe organizon pushtetin qendror, pushtetin lokal, më fal. Dhe në këtë kontekst ne kemi planifikuar për vitin 2016, ashtu sikur se thash 2 programet e tjera, fondin e bibliotekave, i cili synon pikërisht një fond të veçantë të Ministrisë Kulturës për të pasuruar bibliotekat e rretheve, por jo vetëm bibliotekat. Ne kemi një angazhim me bibliotekën kombëtare edhe për trajnim të stafeve. Ato e bëjnë në mënyrë të rregullt, por duhet të jetë shumë intensive. Dhe në vitin 2015 ne kemi shpërndar rreth 6.000 libra në bibliotekat e bashkive dhe në bibliotekat universitare dhe ishin po drejtorët e bibliotekave të cilët na pohuan që asnjëherë nga Ministria e Kulturës nuk kanë pasur një fond të dedikuar apo një program të dedikuar për bibliotekat. Pra, ishin dhe janë, në 2 vite nuk ndryshon ajo që ka ndodhur në 25 vite. Rëndësi ka që ne kemi bërë një analizë të situatës, tani e dim ku janë problemet, kemi filluar në 2015, do vazhdojmë 2016. Më ndihmo pak regjia me një pyetje që kishte ardhur në faqen e Facebookut të Najt Ilvatare për bibliotekat. Atëherë, unë kam një pyetje konkrete, thot personi që ka shkruar. Çfarë po ndodh me bibliotekën kombëtare? A vazhdon ta vuaj përsëri mungesën e hapësirave? A janë ende libra që dergjen në tokë? Nëse po, si mendon se po kujdeset Ministria e Trashëgimisë Kulturore? Ka dhe pyetje tjera, bibliotekat e Rruga Elbasanit. Japim, po, është biblioteka e funksionon vetëm salla e gjuhës gjermane, mund ta japim një tjera. Kur mendoni se do t'i vinin punë funksionojnë? Në tetor, në fund të vitit 2013 kur marrë detyrën, gjëja e parë që kam bërë, kam shkuar dhe kam vizituar të gjitha institucionet e varësisë. E pohoj me gojën plot, jam tronditur nga gjendja tragjike që kam gjetur në bibliotekën kombëtare, si në bibliotekën ku hapësirat janë ngushtuar jashtëzakonisht shumë duke ju lënë në dorë dhe në administrim privatëve në 25 vite, dhe kjo është bërë me vetdijet plot nga gjithë pushtetet qendrore, e them pa e mohuar një gjë të tillë. Atëherë ajo që jemi duke bërë, jemi në një negociat shumë të fortë dhe të vendosur që nuk thehemi mbrapa me shoqëritë tregtare të cilët administrojnë pjesë të tjera të Pallatit Kulturës për të rikthyer bibliotekës kombëtare hapësirat që ka pasur, madje edhe më shumë. Jemi në një projekt që të nisur tashmë dhe jemi në fazën e projektimit me delegacionin e Bashkimit Evropian për restaurimin dhe rehabilitimin e të gjitha ambienteve të bibliotekës kombëtare dhe të fondit. Po flas për godinën tek Pallati i Kulturës, krahun nga xhamia, për të me gjithë parametrat e duhur për sa i përket lagështisë dhe temperaturës, sepse është vërtet në kushte ku mbahet me, le të themi, me heroizëm nga punojësit e bibliotekës kombëtare sot. Gjendja ka qenë edhe më skandaloze në atë që quhet biblioteka e vjetër tek Rruga Elbasanit, ku e gjeta të mbushur prej vitesh me pirgje thasësh, të mbushur me libra të cilët ishin të dedikuar për tu hequr. Ka një proces në cilat librat e vjetruar pastrohen, ka një proces ligjor, nuk ishte kryer prej vitesh dhe ajo ishte kthyer në një magazin, sot nuk kemi, fal edhe bashkëpunimit me Ministrinë e Mbrojtjes, i kemi pastruar dhe 3 nga sallat pash aty që citohej salla gjermane, sepse biblioteka e Rrugës Elbasanit është organizuar me salla, le të themi, me destinacione kulturore edhe në bashkëpunim me partnerët tanë.
Salla gjermane, salla italiane, salla franceze. Salla gjermane jo, nuk është e vërtet. Salla italiane dhe franceze ishin kthyer në magazina dhe pastrimi dhe boshatisja e tyre ishte një proces shumë i gjatë që tashmë ka mbaruar, janë në rikonstruksion dhe në katalogim të librave të atyre kulturave. Brenda vitit 2016 do të rikthejmë publikut, po duam jo thjesht hapim një sallë, por duam që ato të jenë vërtet, le të themi përfaqësuese të kulturave, siç mbajnë dhe emrin. Dy komente se nuk po më lejon të shkojnë publicitet. Bibliotekat mbështeteshin çdo vit me titull librash, më thonë nga zyrtar të pushtetit më parshëm, dhe fondi i bibliotekave është kryer me fondin e librave të financuara në kohën e Partisë Demokratike. Atëherë, fondi i bibliotekave të vitit 2015, sigurisht ne gjetëm në magazinat e Ministrisë së Kulturës një sasi gjigande librash të depozituara në magazin, të depozituara jo thjesht gjatë periudhës qeverisjes përpara demokratike, por edhe më përpara. Gjithmonë ka pasur fonde financimi librash nga Ministria e Kulturës, nga të gjitha administratat, herë në mënyrë klanore, herë me programe të caktuara. Unë më interesantet për tyre gjej fondin e financimit të librave të autorëve që vinin nga brezi të ish persekutuarve, që kanë qenë vërtet botime interesante. Ka pas dhe botime të tjera, siç është për shembull Meshari Gjon Buzukut, botimi i Qeren Çabet, por ka pas dhe një sasi shumë të madhe libra dhe cilësor, të cilët me sasira të mëdha rrinin në depot e Ministrisë Kulturës dhe ne e nxorëm atë sasi, sa ato janë para të taksa paguesve, nuk kishte kuptim që të rrinë në depot e Ministrisë Kulturës, i seleksionuam, i kataloguam, i shpërndam në për bibliotekat, para janë dhe ato, para të taksa paguesve shqiptar. Parat Ilva nuk janë as Partisë Demokratike, as Partisë Socialiste dhe as një parti tjetër. Janë parat e shqiptarëve në fondet e kulturës. Gjithë çështja është si administrojmë. Ky është dallimi. Publicitet rikthehemi më njëherë më pas me ministrin Kumbaro, mos u largoni. Nderuar miq që jeni sintonizuar në këto momente në Ora News, jam me ministren e Kulturës, Mirela Kumbaro, po flasim për çështjet e kulturës, por dhe aq shumë kulturë nuk kemi prekur ende se kemi marrë me probleme për moment. Kemi marrë me trashëgiminë shumë, me librin sa po mbyllëm disa problematika që mendoni që do të marrin zgjidhje edhe me komunikim më të mirë. Për shembull, si është komunikimi juaj me Ministrinë e Financave dhe me atë të arsimit? Patjetër, shiko, kulturë janë edhe ato, sepse... Prandaj ju pyes. Kulturë janë edhe, se zuat të kemi prapë këtë trashëgimia, po përpiqemi të bëjmë një ndërthurje midis asaj që quajmë kultura e gjallë, që janë artet, spektakli, ajo që quhet ndryshe edhe spektakli i gjallë, dhe trashëgimia kulturore. Besoj që është një... Ne kemi nevojë të përdorim të dyja dhe ndërkohë jemi vend shumë i vogël dhe nuk e kemi luksin që hapësira të cilat janë ekzistuese të mos i përdorim. Kemi një komunikim shumë të mirë me Ministrinë e Arsimit pa asnjë dyshim dhe madje me që po flasim për Ministrinë e Arsimit e kemi dhe në prioritetet e qeverisë edhe një ndër objektivat e Ministrisë Kulturës programin Edukimi përmes kulturës. E them me shumë bindje dhe me dëshirë këtë edhe si prind edhe si pedagoge, por edhe si ministre e kulturës që nuk mund ta lëm, edukimi është një çështje shumë e rëndësishme për një kom, për një vend, dhe nuk mund ta lëm vetëm në duart e shkollës, sepse shkolla ka një orar të kufizuar, pastaj janë institucionet e kulturës të cilët patjetër duhet ta kenë këtë rol pedagogjik. Dhe kjo ka bërë që pjesë e reformave që ne kemi bërë është që secili nga institucionet e kulturës, që nga teatri, operas dhe baletit dhe deri tek muzeu, që nga parqet arkeologjike dhe deri tek kinemaja, të jenë në funksion të këtij edukimi. Të jenë në funksion të këtij edukimi. Ne kemi një popullsi shumë të re, dhe kjo popullsi e re e cila jeton shumë në Tiranë dhe rreth saj, nuk mundet dhe nuk mund të marrë dozën e edukimit kulturor vetëm nëpërmjet shkollës. Kjo është arsyeja pse kemi ndërtuar deri tani një program dhe kalendar të dedikuar për fëmijët dhe për adoleshentët në gjitha ato institucione që mendoheshin edhe sikur janë vetëm për të rriturit, apo vetëm për profesionistët, galeria arteve, teatri kombëtar, teatri eksperimental, muzet kanë të gjithë programin e tyre, edhe teatri operës madje ka bërë programe specifike për fëmijët, që nga matinet dhe ky program tashmë i ndërtuar, se nuk ndërtohej dhe ky në një ditë, duke qenë se nuk është një eksperiencë që ne kemi dhe në Europë është një eksperiencë 20-30 viteve të fundit, nuk është shumë e konsoliduar, kështu që edhe ne kemi shumë të re si eksperiencë. Këtë
Tashmë do ta kemi objekt të një marrëveshje midis Ministrisë Kulturës dhe Ministrisë Arsimit, që do ta bëjmë në javët në zhvillim në rastin e inaugurimit të një atelieje të re që kemi organizuar në Galerinë e Arteve, të dedikuar vetëm për edukimin e artit për fëmijët, për ta bërë këtë program të institucioneve të kulturës pjesë të kurikulave të shkollave në të gjithë Shqipërinë. Mirë, meqense po flasim për Shqipërinë, do doja të çoja 25 vite më herët, ty me siguri e kujtoni ato vite të para revolucionit, momentit të rrëzimit të diktaturës, keni qenë pedagoge në atë kohë. E sa po emëruar, pedagoge e re fare. Pedagoge e re fare dhe që ndishte ato lëvizje. Unë kam gjetur, është një rast i veçantë, do doja ta ndaj edhe me teleshikuesi por na ndjekin këto momente, por edhe për të sjell çfarë ka ndodhur me atë brez sot, ku janë ata, çfarë pritshmëri kanë, po dhe një reflektim tuaj. Ftojmë të ndiqni reportazhin dhe më pas do të rikthehemi në studio. Një betejë e re për të ndërtuar siç duhej demokracinë. U thyen mitet e vjetër, u ngritën mitet e rinj. U mbyll një kapitull i dhimbshëm dhe u hap një tjetër, që pati gëzime, por edhe më shumë dhimbje dhe dështime nga sa meritonin shqiptarët. Shpresa që nuk e kaluan provën e vështirë të kohës. U emigrua në mënyrë masive dhe sërish iket pas më shumë se 2 dekadash. U instaluan institucione të reja me mendësi të vjetra. Një brez që gjeti një Shqipëri më të mirë nga e mëparshmja, por jo më të mirë në mundshme. Jeta e shqiptarëve 25 vjet më vonë ka pasur shumë ngjyra dhe ngjyrime. Hije dhe drithije që duhen pranuar, studiuar e më pas të vendosen në Muzeun e Kujtesës sipas meritave të gjithë secilit. Nga protestuesi anonim që i dha shpirtin protestave, tek politikani pushtetar apo opozitar, që i dha jetë demokracisë jo perfekte që kemi sot. Të gjithë së bashku duhet festojmë dhe reflektojmë, gjithë secili për pjesën e vetë të arritjeve dhe dështimeve. Zonja Kombaro, çfarë emocioni ju kthyen ato pamje që ndoqëm? Dhe në këto 25 vjet të kaluara. Në radhë parë komplimente për gjetjen. Faleminderit. Ishte shumë e bukur dhe sigurisht që në fut mua dhe shumë teleshikues besojnë atë. Unë kam qenë tek shkallët e Pallatit Kulturës përballë, ku ishim gjithë, padyshim. Në komentin tuaj më bëri përshtypje një fjali shumë interesante. Institucionet të reja me mendësi të vjetra. Në fakt, kjo ka qenë ajo që dhe s'mund t'ishte ndryshe, sepse atë bot kuptim, atë shkollat model kishim, kështu që sigurisht u përpoqëm të bënim institucionet të reja, model të ri shteti me mendësit që trashëguam. Kështu që psuam pastaj gjithë ato vitet 90 që përfunduan në mënyrë shumë të tmerrshme dhe dramatike. Kjo vajza ishte 2 vjeç, ndërkohë që unë kujtoj që në 97-ën i me bi ishte 2 vjeç. Një tjetër përmbysje.
Po kështu ndërtohet historia dhe kështu nxjerrim dhe ne përvojat tona. Demokracia nuk është e bukur në teori, por nuk është e lehtë për të ndërtuar edhe në ato vende që kanë shekuj që e ndërtojmë. Kështu që besoj që secili nga ne ka detyrën të vetë tullën e vet. Dhe sot jemi 25 vjet mbrapa, 25 vjet më pas, ku megjithatë është shumë interesante, mbetet prap e duam Shqipërinë si gjithë Europën, vazhdon të kemi të njëjtin vizion, të njëjtin dëshirë, por është shumë interesante të më lejo të kthehem prap te kultura, sepse sot kultura është një ndër rrugët me cilët ne, nëse ka një gjë me cilën ne jemi integruar është kultura. Janë gjithë ata të rinj, këta 2 vjeçarët e atëhershëm dhe që sot janë 25, 27, 28, 30 vjeçar, të cilët sot sidomos fal talentit tyre, fal mundësive për komunikim, fal qarkullimit ideve, fal lëvizjes lirë të mendimit dhe të fjalës në radhë të parë, çka ne nuk e kemi pasur në rinin e parë, kanë qarë skenën e Europës apo skenën e botës në radhë parë fal talentit dhe janë përballur me skenën e madhe që shkon përtej skenës vogël të Republikës. Kështu që unë besoj që fal kësaj energjie dhe fal brezit të ri, Shqipëria ka atë dëshirën për shkuar drejt Europës do të arrijë fal tyre shumë më tepër se sa fal këtij brezit me mendsinë e vjetër që donte. Megjithatë me shumë dëshirë të mirë të bënte institucione të reja, po është çështje dialektike kjo. Po 25 vjet më pas duhet vazhdonim të thoni me duam Shqipërinë si gjithë Europa? Mos duhet ta kishim bërë pjesë e Europës? Europa nuk është thjesht një slogan. Nëse shikojmë arritjen e Europës në çështje standardesh, nuk është një slogan i cili arrihet vetëm me miratimin e disa ligjeve me standarde europiane, sikurse tashmë i kemi bërë. Ne të gjithë e pohojmë dhe kjo vjen nga të gjitha palët që ne bëjmë ligje të mira sepse i kemi modelet e gatshme, por nuk e kemi kollaj. Pse? Sepse na mungon kultura e zbatimit tyre. Dhe kjo nuk ndërtohet në 25 vjet. Unë besoj që në 25 vjet Shqipëria ka bërë hapa të jashtëzakonshëm, ka bërë shumë gabime, por po ashtu ka dhe kapacitetin dhe energjinë fantastike që të nxjerrë, të pozitivojë dhe gabimet e veta dhe të nxjerrë mësime nga gabimet e veta. Dhe unë besoj që kjo duhet parë pozitivisht. Besoj që unë jam në kontakt tërkohën me rinin dhe me që po flasim për 25 vjetorin, jemi dhe në një program përbashkë dhe Ministrinë e Rinisë dhe çështjeve sociale për 25 ditë drejt për të mbrit këtë 8 vjetori për të kujtuar këto 25 vite dhe problematika e rinisë sot, të pak në fushën e artit kulturës, është një problematik europiane. Pra nuk do të thotë që jemi në Europë vetëm me karta. Jemi në Europë edhe sepse ndajmë të njëjtat probleme, ndajmë të njëjtat shqetësime, ndajmë të njëjtat modele dhe besoj në këtë kuptim ne jemi në Europë. Do të ketë festime, aktivitete? Aktivitetet kanë filluar të tëra llojeve. Është bërë publike që me datë 14 nëntor një kalendar si nga Ministria e Kulturës, nga Ministria e Rinisë kryesisht që e udhëheq le të themi këtë kalendar dhe këtë program në bashkëpunim me të gjitha bashkitë, aktivitetet të cilat fillojnë që nga le të themi tubimet vogla, evente, diskutime, tryeza debati deri në koncerte, ekspozita, çdo aktivitet bëhet në kuadrin e këtij 25 vjetori për treguar që rinia sot ka të tjera shqetësime, të cilat janë shumë legjitime, janë shumë të shëndetshme dhe do deri në datë 8 dhjetor të kumol me ditën e rinisë. Po kemi përpara dhe ditë dhe 20 natën e bardhë, që është bërë tashmë një traditë e cila është e tëra një ngjarje kulturore ku marrin pjesë që të gjithë dhe ku praktikisht kemi një ditë natë të tërë për të festuar. Po e lëmë kaq se pas e po të hyrë pyetjeve për buxhete, se do shpenzohen, transparencën e këto ka gjithmonë debat në media. Mund të shikoni të gjitha ne kemi të gjitha të publikuara online, ashtu sikur se publikojmë online, me që po flasim për transparencën e buxheteve dhe jemi ke projektet artistike. Një ndër programet interesante që ka Ministria e Kulturës është thirrja e hapur e projekteve artistike, e cila ka filluar për herë të parë zbatohet në vitin 2014 dhe për të parën herë është bërë publike në vitin 2014. Ka gjithmonë në të gjitha ministritë dhe në gjitha qeveritë ka pas dhe ka një fond për projektet artistike të destinuara për individ, artistë, organizata. Ai vogël i madh nuk ka rëndësi, është ai buxhet që është. Gjithë problemi është si menaxhohet ai buxhet, ku ndahet, kush i ndan, si i ndan. Dhe a ka konkurrencë, a ka gara, a ka barazi në shanse, dua të them, dhe a ka transparencë për të ditur kush ka marrë sa dhe për të bërë çfarë, a monitorohen ato. Kemi vendosur një program të tillë në 2014 me cilin janë financuar 110 projekte në një vit, nga më pak se 20 projekte në vitin 2013. Kemi mbuluar në këtë mënyrë gjithë kalendarin artistik të vitit të shtrirë në sezon, të shtrirë edhe gjeografikisht. Ka vazhduar në 2015 dhe brenda javës hapet programi për vitin 2016,
Të gjitha kriteret janë të publikuara online dhe të gjithë rezultatet dalin po të publikuara online. E kam shumë të vështirë t'ju ndalë të numëroni projekte që keni arritur, realisht, sepse me sa duket janë të shumta. Nuk i kam arritur unë, janë gjithë ata njerëz që punojnë dhe në kulturë ka një gjë të mirë. Nuk i bëjnë njerëzit që punojnë, nuk i bëjnë vetëm njerëzit që punojnë në institucionet e kulturës. Është e pamundur për çdo ministër dhe për çdo institucion të arrijë një gjë të tillë nëse nuk ka një bashkëpunim me komunitetin e artistëve, nëse nuk i ndjek ata në interesat e tyre. Edhe ku nuk ja arrin dhe ja plotson nevojat, rëndësi ka që ecim. Kam disa pyetje të fundit drejt këtyre minutave që na kanë mbetur, po para se të shkojnë në bllokun e fundit publicitar. Më vjen një pyetje vërejtje më tepër është ajo. Kur do të pranoni të bëni një debat me njerëz të tjerë të artit dhe të kulturës dhe jo vetëm monologje, me sa duket i referoni intervistës sonjë? Atëre, unë jam ftuar në këtë diskutim nga ju. Po të më kishit vënë përballë njerëz, padyshim që do ta kisha bërë edhe me njerëz. Por, më lini të kujtoj që përpara se sa të filloni me reformat ose dhe gjatë aplikimit të tyre, në Ministrinë e Kulturës janë organizuar debate të hapura me të gjithë përfaqësuesit e komuniteteve të ndryshme. Pra, kur kemi nisur reformën teatr, unë kam ftuar në Ministrinë e Kulturës gjithë përfaqësuesit nga bota e teatrit. Kemi pasur debate pafund me teatrin e operës dhe baletit, me ata që janë brenda institucionit dhe ata që janë jashtë. Kemi pasur debate pafund me le të themi botën e çështjes së të drejtave të autorit, me botën e kinemas. Jo më larg se këtë vit, në fillim të këtij viti në janar, mos gabohem, është organizuar një debat që ka zgjatur jo pak po 5 orë me artistë arteve pamore. Ftuam shumë më tepër, erdhën më pak nga ata që flasin lart e poshtë, por është normale. Nuk i trembeni debatit, mund ta zhvillojmë dhe në këtë studio. Kur të doni në këtë studio dhe në të gjitha studiot unë e shoh vetëm të shëndetshme, unë vetëm kam përfituar nga këto debate, i ndjek edhe debatet që bëhen virtualisht dhe diskutimet që bëhen, sinqerisht dua vetëm t'i falenderoj sepse vetëm kanë qenë të mira edhe kur nganjëherë të thonë sa gjëra që mbase jo gjithmonë i kap dhe të alertojnë ose edhe kur të evidentojnë ato gjëra që i di, po të përforcojnë mendimin që pas kam të drejtë ose pas kam gabim. Shkëputja e fundit publicitare, rikthejmë menjëherë për pyetjet e mbetura dhe që vërejtën për monologësh e juaja, jo për mua. Jo, unë në këtë format kisha sot intervistën, kështu që debatin mund ta bëjmë një herë tjetër. Pas pak rikthehemi me ministrin Kumbaro. Jam në minutat e fundit të mbetura të kësaj interviste me Ministrën e Kulturës, zonjën Kumbaro. Kam disa debate të tjera që media i ka përcjellë si të nxehta, zonja Kumbaro. Po e nis me atë që mund ta quajmë tani si pllaka e Sulejmanit në Kalan e Lezhës. Cili ishte problemi real aty dhe kishte mundësi ministria ta shmangte këtë konflikt që u krijua? Shiko, në radhë parë përfitoj nga ky rast për të thënë që unë e konsideroj zhvillim shumë pozitiv faktin që detajet të tilla bëhen objekt diskutimesh, sepse ndërkohë që nuk besoj që është gjëja më e rëndësishme. Me që jemi ke Kalaja e Lezhës, Kalaja e Lezhës është një nga kalat më fantastike, do ta quaja pa frikë një zonjë në sistemin e kalave. Vetëm pak javë përpara se sa të ndodhte ky incident, ne bëm inaugurimin e fundit të disa punimeve me një fond rreth 35.000 euro, fond të IPA-s në kuadrin e projektit Adrifort që quhet, për forcimin e kalave, ku për muaj të tërë u bë një punë shumë e madhe nga drejtoritë rajonale dhe nga Ministria e Kulturës dhe IMK-ja për restaurimin e një pjese të mureve. Është një kala e cila nuk mbaron me kaq, ka nevojë për investime shumë të mëdha, sepse të paktën në 35 vite nuk është bërë asnjë investim në konsolidimin e mureve, sidomos të pjesës veriore të kalas ku ka realisht probleme. Do merrem me pllakën apo do vazhdojmë me kalan? Jo, sepse muret e kalas janë shumë më të rëndësishme se sa pllaka. Dhe ajo që bëhet objekt bisede dhe debate shumë i madh, nuk janë fakti që Kalaja e Lezhës është e rrethuar në 25 vite nga ndërtime të paligjshme, nga instalime të paligjshme që rrezikojnë gjithë Kalan. Po këtë e dinin, ka përshtypjen ata që e kanë votuar dhe ata që kanë votuar për qeverinë tuaj, zonjë Kumbaro. Jo, ajo që dua të them është tani nuk e kam me votuesit, unë e kam me gjithë opinionin publik dhe me sensibilitetin që duhet kemi ne për gjërat e rëndësishme në trashëgimi. Po në momentin që vjen në braz, le të themi këto, pastaj merrim dhe ky është evolucion, sepse mbien problemet e mëdha dhe merrim me problemet që janë më të vogla. Përsa i përket mbishkrimit, nuk kam asnjë lloj kompleksi
për sa i përket asaj plakata. Unë e gjej barbare faktin që nxirren natet e vogla dhe meskine edhe le ta quajmë të lagjes dhe futen sa dasi të cilat nuk kanë asnjë lloj sensi në këtë peizazhin e bashkëtesës mirënjohur të Shqipërisë. Nxihet monumenti, dëmtohet, dhunohet dhe pazotësia e individëve dhe e njerëzve shprehet duke dëmtuar monumentin, siç janë zgarravinat që jo vetëm kala, ngelëm duke pastruar zgarravinat në gjithë kalat dhe monumente tjera ku do doja shumë që njerëzit ngriheshin pikërisht për këtë. Jo, përpara se ti pastroni, pse nuk i parandalonin mos ketë tilla zgarravina? Pse nuk ka roje? Pse nuk ka mënyra për t'i parandaluar? Kamera për t'i vëzhguar? Atëre, e para njërë kemi kaq shumë monumente, kala, kisha, varre, ura, sa që është e pamundur që të ruhen me monumente. Pak më parë fola për edukimin. Dhe është vetëm edukimi i popullsisë dhe i njerëzve që banojnë në to, në rasti konkret afër Kalas së Lezhës, që ruan shumë më mirë se çfarë do lloj roje. Nëse aty shkojnë 10 vet të dhunshëm dhe barbar, vur roje, por rojet nuk janë ata që e mbrojnë në raste të tilla. Është shumë më rëndësishëm efekti i edukimit se sa efekti i një roje apo i një pushke. E dyta, duhet kuptojmë që nuk duhet kemi komplekse ndaj historisë sonë. Kalaja, si çdo kala tjetër, është produkt i shumë qytetërimeve, i shumë banorëve, i shumë njerëzve, i shumë shtresave dhe i shumë grupimeve që kanë lëvizur në territorin ton nga një qytet në tjetrin. Dhe sot ato janë pjesë të dëshmisë. Ne e kemi hequr për momentin pllakën, sepse u dëmtua në sulmin e dytë që u bë për ta restauruar në laboratorin. Dhe po e bëjmë objekt të një diskutimi pastaj shumë më të gjerë, kemi folur goxha me specialistët, do ta diskutojmë dhe ndoshta mund të bëjmë një replik, një riprodhim të saj dhe ta vendosim pllakën origjinale, sepse ka një dëshmi dokumentare shumë të rëndësishme. Në një moment të caktuar, një pjesë të mureve i ka ndërtuar në periudhën osmane. Kjo është dëshmi e kësaj, nuk kemi pse kemi komplekse, ashtu sikur se kemi asnjë lloj kompleksi, pse Gjergj Kastrioti quhet edhe Skënderbeu. Jo, meqense kritikët të kësaj pllake thonë se nuk është pjesë e identitetit kombëtar dhe fyen komunitetin kristian. Kjo nuk është e vërtetë, sepse në secili nga ne, për fat të mirë, kemi një identitet kaq të pasur ku brenda kemi dhe Ballkanin dhe Mesdheun dhe lindjen dhe perëndimin. Kjo është një ndër pasuritë e mëdha që ka Shqipëria, që ndodhet në kryqëzim të kulturave dhe qytetërimeve, është në nderin dhe në pasurinë tonë që t'i mbajmë të gjitha ato, të mos i fshehin, të dim t'i shpjegojmë, të dim t'i njohim dhe të ecim përpara duke i pasuruar. Janë të gjitha pasuri. Nuk e kthejmë mbrapsht historinë. Historinë e shkruajnë historiografët. Monumentet e kulturës, Ministria e Kulturës ka detyrë të ruajë çdo dëshmi të monumentit. Jo më larg se një muaj para këtij shkrimi kemi vendosur një gur të periudhës romake në Lezhë, që është dëshmi e një tjetër periudhe shumë interesante dhe që dëshmon për lashtësinë shumë më përpara se sa periudha osmane e vendbanimit të Lezhës. Në përfundim të këtij debati do të vendosin nëse do ta rivendosni këtë pllakë sërish? Përgjithsisht nuk është ministri që vendos, janë forumet kolegjiale të ekspertëve ato që vendosin për çdo gjurmë që vihet mbi monumentet e kulturës dhe unë respektoj vendimin e tyre. Kur të mblidhet do ta themi. Okej, si është gjendja ndërtimi i paleje në Kalan e Lezhës? Do të prishen? Atëre, ajo që kanë ndodhur dy gjëra shumë të këqija, vetëm Kalan e Lezhës, po edhe në shumë vende të tjera, që jo vetëm janë ndërtuar paleje, po janë legalizuar. Dhe janë formalizuar, dhe kjo është një ndër dëmet më të mëdha. Ne në periudhën në 2014 bëm restaurimin dhe rehabilitimin e gjithë sheshit Nën Tereza, kur siç e keni parë është pastruar nga shumë ndërtime paleje. Nga shumë ndërtime me leje dhe pa leje, që do të thotë, një pjesë e madhe atyre kioskave që u pastruan në sheshin rreth rrotull Universitetit Tiranës, Ilva ishin legalizuar, marrë dhe hipotekuar dhe marrë dokumentat vetëm në gusht të vitit 2013. E imagjinoni? Dhe ato janë shpronsuar po me paratë të taksapaguesve shqiptar. Po. Edhe kjo qeveri po legalizon? Po, kur janë me letra, atëherë i bie që të futemi një lloj procesi. Domethënë, nëse procesi i legalizimit është kryer përpara, nëse ne duam ta heqim, duhet bëjmë shpronësim. Tani, të legalizuar apo jo, çfarë do bëhet në ndërtimet pa leje? Ato që janë pa leje do të prishen. Ato që janë legalizuar kanë një status juridik i cili e bllokon. Komplikon. Po e komplikon. Nuk legalizojmë atje ku janë, sepse jemi në një bashkëpunim me Aluiznin që konfirmon ose certifikon ato objektet që janë në legalizim e sipër, nëse ndodhen në zona të trashëgimisë, për shembull në zona ta, ato nuk do t'i legalizojmë. Çfarë u bë me statusin e artistit? Atëre, ta sqarojmë edhe një herë të konceptin e statusit të artistit, se është një koncept shumë abstrakt me cilin është abuzuar paksa shumë. Ky është një koncept, unë e kemi parë dhe me specialistët edhe për të parë modelet.
Koncepti i statusit artistit si i tillë nuk ekziston në mënyrë të pavarur. Është një koncept që derivon nga periudhat, le të themi nga regjimet e centralizuara shtetërore, siç ishte periudha që kishim më përpara. I vetmi moment që shpreh statusin e artistit si të tillë është momenti i pensionit. Ndërsa përndryshe një artist mund të jetë i tillë edhe duke pasur një profesion tjetër, duke qenë në punë apo duke qenë në profesion liberal, nuk përkufizohet si i tillë në asnjë dokument juridik. Ka rekomandime të organizatave ndërkombëtare, por nuk kemi gjetur një ligj që ta përkufizojë si të tillë. Momenti ku artisti duhet të njihet një status i veçantë, jo të gjithëve, një kategori të caktuar, për shembull balerinëve, solistëve, akrobatëve, sikurse për shembull sportistëve, por të bërë një analogji, është momenti i pensionit. Ne kemi gati draft ligjin për pensionin e artistit, jemi në negociata me Ministrinë e Çështjeve Sociale, sepse kemi disa, le të themi, diskutime për teknikalitete që kanë të bëjnë me aspektin financiar dhe juridik. Që do të mbyllen, do t'i seroni besoj? Duke qenë se është një marrëdhënie dypalqe dhe nuk varet nga Ministria e Kulturës, për sa i përket Ministrisë Kulturës, ne ishim angazhuar që ta kishim gati draft ligjin brenda vitit 2015, çka e kemi bërë, por në këtë negociat me Ministrinë e Punës, besoj që viti 2016 do jetë ai që do ta finalizojë. Procedurat juridike janë të tilla që kërkojnë kohën e tyre. Ligji për drejtat e autorit, pak i vonuar? Ligji për drejtat e autorit është një ndër arritjet, më ndjeni që po flas për arritje, por dhe nuk është vetëm arritje e Ministrisë Kulturës. Unë them që ky stafi i Ministrisë Kulturës është edhe direktive e Bashkimit Evropian. Ka qenë që në fillim. Është një nen më vete në nen 76 në mos gaboj në marrëveshjen për asësim stabilizim dhe që rregullisht dilte, le të themi, po e quaj në listën e zezë të mos realizimeve në progres raportet, që në vitin 2010, 2011, 2012 ishte një ndër mos arritjet dhe kritikat e mëdha të progres raportit. Është i konsultuar me grupet e interesit? Absolutisht, kemi 2 vjet që punojmë për të. Ai ligj ndodhet tashmë në parlament, do t'i nështrohet diskutimit nëpër komision, është diskutuar me të gjitha grupet e interesit. Neve që nga momenti që u aprovua në qeveri është hedhur online dhe vazhdojmë të marrim ende letra, sugjerime. Besoj që është ndër ligjet më të mira për sa i përket edhe përputhshmërisë me të gjitha direktivat më të fundit europiane, sepse kemi punuar në mënyrë shumë të ngushtë me ekspertët e Bashkimit Evropian dhe është një ligj i cili do sjellë risit fuqishme, sepse përmbys monopolet, orientohet drejt krijuesit dhe drejt artistit, krijon një sistem sanksiones shumë më të rrepta, prish monopolet në treg dhe krijon një sistem mbrojtës shumë më të fuqishëm edhe për kategori të drejta, të cilat nuk ishin parashikuara në ligjin, i cili nuk ishte edhe aq i lashtë, ishte një ligj i vitit 2005, i zgjidhur problematikën e drejtave të autorit. Kur fillon rekonstruksioni i operës? Në intervistën e fundit që keni qenë këtu, ishte çështje javësh, ditësh, por nuk ka filluar ende. Jo, ditësh nuk kam thënë asnjëherë se s'mund të ishte çështje di pas javësh. Së shpejti. Jo, kam thënë brenda vitit 2015, por duke respektuar të gjitha afatet që parashikon ligji për gjithë procedurat dhe atëherë jemi në fazën ku është duke u punuar për projektin. Ka pasur një vonesë në procesin e garës shpërthyer 3 herë për shkak të pasaktësisë të dokumentacionit dhe unë këtë nuk mund ta parashikoj nga subjekte të ndryshme që kanë marrë pjesë. Pra që do të merren me rindërtimin, me jo, rekonstruksionin. po flasim për procesin e garës së projektimit, sepse përpara bëhet gara për projektin, për projekt zbatimin. Ky kontrata është lidhur, studiot po punojnë, një është një konsorcium studiosh shqiptare dhe të huaja, me një nga studiot më të mira akustike në Europë, të cilët na sigurojnë për parametra shumë të lartë për sa i përket akustikës, çka i mungon totalisht sallës aktuale, dhe parashikojmë që viti, nëse do të kemi parasysh dhe afatet e tenderimit të ndërtimit, dua të mos them datat sakta, se do më thoni prapë çështje, por janë afatet ligjore. Po besoj që pranvera e 2016-s do kulmoj me fillimin e punimeve. Rikonceptimi i muzeut historik në ç'më mënyrë do të bëhet? Atëherë kemi hapur 4 konkurse për rifunksionalizimin dhe për programe të reja të rikonceptimit të 4 ndërtesave me rëndësi kulturore, edhe nga pikpamja e monumentit dhe nga pikpamja e kulturës së gjallë, që është Muzeu Historik Kombëtar, Pallati i Brigadave, vila e quajtur Vila e Diktatorit dhe ish godina e lidhjes së shkrimtarëve. Ato konkurset janë online. Një projekti tërë? Jo, ideja është që këtyre 4 objekteve ne të vjelim idetë më të mira dhe kemi hapur korkus ndërkombëtar për të vjel idetë më të mira për, le të themi, programimin dhe funksionalizimin e tyre me destinacion kulturor. Muzeu Historik Kombëtar sigurisht
në konceptin ton do ta ruaj linjën muzeale, por ai ka hapësira të jashtëzakonshme, të cilat ne jemi përpjekur në këto 2 vite ti rifunksionalizojmë edhe duke i vënë në shërbim të librit dhe në shërbim të trinjve, janë bërë koncerte, janë bërë shumë aktivitete, janë bërë konferenca dhe debate, por nuk mjafton. Ai ka një organizim hapësinor të shfrytzuar shumë keq dhe që është një luks që nuk mund ta mbajmë. Kështu që duam të vjelim idetë më të mira të ekspertëve ndërkombëtar edhe vendas për të rikonceptuar, duke ruajtur njëkohësisht edhe linjën muzeale, sidomos pjesën e koleksionit arkeologjik dhe të mesjetës që janë të jashtëzakonshme, por duke e rivitalizuar le të themi gjithë hapësirën e madhe të mbetur të përdorur në mënyrë të jo inteligjente, le ta quajmë kështu. Përsa i takon, meqense po flisim shumë pjesën më të madhe të kohës për arritje, zonja Kumbaro, Expo Milano u konsideruar si një dështim. Pse Shqipëria u përfaqësua aq topët? Atëre mosën u përfaqësua keq. Atëre në pjesën e Expo Milanos, Ministria e Kulturës ka qenë e përfshirë në organizimin e asaj që quhet Dita Kombëtare, e cila u zhvillua në datën 19 tetor, dhe besoj që ishte një ditë në të cilën Ministria e Kulturës, dhe jo vetëm Ministria e Kulturës, por një grup shumë i madh artistësh dhe aktorësh në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, organizuam një ditë ku të rrohej vëmendja ekskluzivisht drejt Shqipërisë, sepse në një farë mënyrë, sidomos me pjesëmarrjen e grupeve folklorike, e grupeve dhe të pavarura, jo thjesht institucionale dhe të fëmijëve, pushtuam gjithë bienalen me kostumet, me filmat, me muzikën dhe për çka dhe u komplimentuam nga drejtuesit e bienales. Kështu që ka qenë gjithashtu arritje. Jo, unë nuk vetëm konstatova, pastaj quheni ju arritje ose jo. Mirë. Ja ku keni dhe fotot, po. Këto janë fotot e asaj dite. Këto janë fotot e asaj dite. Çfarë po ndodh me statujën e Nën Terezës që ka pas qenë Po, atëherë në momentin e restaurimeve dhe rehabilitimeve të shesheve të ndryshme që ne bëm në kuadrin e vizitës të Papës, kjo është një foto e vjetër, nuk është foto aktuale. Këtu jemi në oborrin e qendrës realizimit të veprave të artit, në të cilën statuja e Nën Terezës, e cila ishte shumë e dëmtuar nga agjendet atmosferik, është statuja që ndodhej e zotit Luan Mulliqi, që ndodhej në udhkryqin në rrethotullimin. Po, për shkak, siç shpjegojnë specialistët, për shkak të një aliazhi shumë të dobët të metaleve të përdorura për realizimin e kësaj skulpture, ajo kishte psuar dëmtime shumë të mëdha dhe u nështrua për një periudhë të gjatë restaurimi të bërë nga, duke qenë se është me përmasa të mëdha dhe me efekte reaksione kimike, ajo është restauruar në ambiente të jashtme dhe tashmë ka mbaruar restaurimi, është duke realizuar projekti për vendosjen e kësaj statuje në një pikë shumë të lartë, në një peizazh shumë interesant afër qaftanës, midis le të themi Maqedonisë dhe Shqipërisë, diku në Bashkinë e Prenjasit, jemi në bashkëpunim, jemi duke realizuar aspektin juridik, po ndërtohet pjedestali dhe me një ndriçim të dedikuar në një pikë vështrimi, pikë panoramike që do të jetë e shikueshme dhe e dallueshme përse largu nga do që të në atë zonë gjeografike. Edhe nga Maqedonia. Në momenti që vjen nga Maqedonia dhe kur vjen edhe nga Shqipëria qendrore, kjo do të jetë një statujë do të rreqë vëmendjen fal instalacionit me ndriçim dhe pjedestal që do t'i bëhet. Në vendin e saj ka zënë statuja që ka qenë tek le të themi e stukur tek korpusi universitar. Pyetja e fundit, meqense jam jashtë minutazhit, po jo se s'kam pyetje të tjera. Bashkëpunimi Shqipëri-Kinë më ra në sy. Çfarë bashkëpunimi bëhet konkretisht? Atëre, bëhet fjalë për një bashkëpunim që në forma më të vogla ka filluar prej kohësh, në formën e shkëmbimeve të aktiviteteve kulturore, me grupe, me koncerte, me filma dhe me ekspozita piktorësh. Vazhdojnë të nostalgjik kinesët për filmat e Shqipërisë? Shumë interesante dhe unë besoj që është një aset kulturor, ose më saktë një komunikim kulturor që nuk duhet lënë të humbas, sepse gjithë brezi i 40 vjeçë sipër është një brez të cilët të vetme dritare që kanë pasur, shumë interesante nga pikpamja e observacionit sociokulturor, të vetme dritare që kanë pasur ka qenë Shqipëria, sepse kanë qenë të vetmet filma, të vetmet libra, të vetmet muzikë, le të themi europiane që në cilin kishin akses në ato vite. Ato që ne kemi sot yjet e Hollywoodit, ata kanë pas aktorët tanë si yjet e tyre. Po, shumë interesante. Edhe mua më ka bërë përshtypje. Po, shumë interesante si analizë sociologjike kjo. Por besoj që është një lloj materie që duhet shfrytëzuar. Dhe për çfarë bashkëpunimi bëhet fjalë? Javën e kaluar unë isha në mbledhjen e formacionit që quhet 16+1, që janë 16 vendet e Europës Qendrore dhe Lindore plus Kina.
mbledhje në cilën në rang kryeministra është ka shkuar dhe kryeministri është për të marrë pjesë pikërisht në rang kryetar shtetesh në të njëjtin informacion. Në kuadrin e kësaj mbledhje ne shkruajmë një deklaratë të përbashkët për një marrëveshje të 17 vendeve për një kalendar artistik, por po në këtë kuadër unë pata një takim dypalësh intensiv me ministrin e kulturës së Kinës, kur am dakord që punët e filluara ti kurorëzojmë në kuadrin e një marrëveshje dypalëshe 2016-2018. Me marrëveshje në kuptohet në një fond apo vetëm marrëveshje? Jo. Domethënë unë gjeta shumë marrëveshje të që ishin vetëm marrëveshje kuadër, të cilat dhe kanë dhe ato vlerën e tyre. Në marrëveshjet që neve po nënshkruajmë tani, parashikojmë edhe fondin për katës, unë këtë javë nisem për në Berlin për një marrëveshje në emër qeverisë shqiptare me qeverinë gjermane për arsimin dhe kulturën, të cilat do të shoqërohen me programet konkrete. Kjo vizitë bëhet edhe në kuadrin e nëntorit shqiptar në Gjermani, që ka filluar që në datën 1 nëntor dhe finalizohet në datë 27 nëntor në Berlin dhe Düsseldorf. Dhe me Kinën, po kështu kemi një marrëveshje me kalendar konkret, stafet janë duke punuar, besojmë që brenda pranverës finalizohet kjo marrëveshje dhe fillon me njerëz zbatimi. Ne kemi bërë në faqen e ministrisë tonë, ne kemi hedhur tashmë online edhe një kalendar paraprak ngjarjesh në cilat do të zhvillohen në këto 3 vite. Mirela Kumbaro, faleminderit që ishit në studion e Tonight sonte. Faleminderit shumë juve për mundësitë që më Besoj se herën e ardhshme që do t'jeni këtu studio mund të bëjmë dhe një debat, megjithëse debati mund t'ju presë edhe nesër në komision kur paraqisni buxhetin e vitit të ardhshëm. Besoj që është dobishme në radh parë për mua, po për gjithë opinionin publik dhe të gjithë ata që janë të interesuar për kulturën e debatit. Faleminderit shumë. Faleminderit sërish, faleminderit dhe ju për vëmendjen, nderuar televizionistë. Natën e mirë për sonte.